Një fëmijë vështron në heshtje portën e një kishe, ku një ceremoni mortore e shndërron dhimbjen në heshtje ceremoniale. Përpiqet të hyjë, por e refuzojnë me ftohtësi, sikur të mos kishte të drejtën të ndodhej aty. Deri kur një burr i vëre vështrimin dhe një letër e zhubravitur i përmbys gjithçka që ai mendonte se dinte për familjen e vet. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Tirana u zgjua e përhim atë të enjtë prilli. Nga ato mëngjese kur edhe dielli duket se dorëzohet pa e provuar fare. Në një lagje qendrore të qytetit, në një kishë shekullore të ngulitur mes pallateve moderne, heshtja rëndonte si beton i njom. Lule të bardha pafund, ajo aroma e ëmbël e dyllit të shkrirë përzier me parfumin e rënd të kurorave mortore. Një kor i ulët dënesash të përmbajtura, njerëz të veshur në të zeza që shkëmbenin për qafime pa forcë, fjalë të thyra nga trishtimi. Jashtë, megjithatë, jeta vazhdonte indiferente. Autobus të mbushur plot që u binin borive, shitës ambulant që bërtisnin për oferta, era e byrekut dhe kafes që vinte nga qoshja. Dhe aty, ndalur në trotuarin e çrregullt, një vajzë rreth 5 vjeçe vështronte portën e kishës si dikush që sheh një kështjell të pamundur. Fustani i saj i thjesht ishte grisur anash, i zbardhur nga larjet e shumta. Nuk kishte këpucë. Vetëm çorape të holla, tashmë të lagura nga shiu i imët që binte që herët. Në duart e vogla që i dridheshin pak, mbante një letër të palosur. E shtrëngonte pas gjoksit sikur të ishte një pasaport, një autorizim për të ekzistuar në atë vend ku të gjithë dukeshin kaq të rregullt, kaq të sigurt se i përkisnin atij vendi. Ajo nuk e kishte këtë siguri. Por kishte diçka më të fortë se dyshimi, kishte nevojë. Kur më në fund mblodhi guximin dhe ju afrua hyrjes, një burr me zhgun doli nga brenda. Atë gjoni njihej në zonë si ai që i drejtonte mortet me dorë të hekur, duke mbajtur gjithçka në rregull, gjithçka në vendin e duhur. Ai e pa nga larg dhe ngriti dorën, sikur po ndalonte trafikun. Nuk ishte i sjellshëm. Nuk e pyeti nëse kishte humbur. Nuk u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e saj. Këtu nuk është vend për ty, i tha ai, me zë të thatë dhe mjaft të lartë sa disa njerëz në hyrje kthyen kokën. Vajza u përpoq të shpjegonte. Zëri i doli i holl, duke u dridhur nga i ftohti dhe turpi. Unë duhet të hyj. Ajo është aty brenda. Prifti ngushtoi sytë. E mati fëmijën nga kokat e këmbët me një vështrim që nuk ishte mbrojtës, por gjykues. Njerëzit përreth, të gjithë me të zeza pa asnjë cen, e matën vajzën në të njëjtën mënyrë. Dhe siç ndodh gjithmonë kur dikush vendos se kush e meriton të jetë ku, mjaftoi një detaj që bota të merrte një vendim të heshtur dhe mizor. Largohu. Do të na pengosh, këmbënguli prifti, duke i bërë shenjë një ndihmësi të afrohej. Vajza bëri një hap prapa, por gishtat vazhdonin të ishin të shtrënguar mbi letër. Ajo shikoi anash, duke kërkuar një të qarë, një cep ku mund të kalonte. Sikur digniteti të ishte diçka që kalohet anash, fshehurazi. Në një impuls dëshpërimi, u përpoq të kalonte me vrap nëpër një hapësirë mes priftit dhe derës. Ishte atëherë kur ai e kapi për krahu. Jo me dhunë të hapur, por me një shtrëngim të mjaftueshëm për të lënduar në shpirt. Dhe pikërisht në atë moment, gjithçka ndryshoi. Nga korridori anësor i kishës u shfaq një burr që binte krejtësisht në sy në atë mjedis të thjeshtë. Kostum gri pa asnjë rrudh, prerje flokësh perfekte, orë dore diskrete, por sigurisht e shtrenjtë. Qëndrimi i tij ishte i dikujt që ishte mësuar të komandonte salla mbledhjesh, të bënte kompani të tëra të ndryshonin kurs me një firmë. Ai burr ishte Artan Basha, 52 vjeç, pronar i njërës prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në Tiranë. Një emër që shfaqej në faqet mondane dhe ato të ekonomisë. Një burr që ndërtoi një perandori me të njëjtin vendosmëri me të cilën disa ndërtojnë mure, tull pas tulle, pa par anash. Por atë ditë, Artan Basha ishte i shkatëruar për brenda. Ai po vinte nga salla e rezervuar ku arkivoli ishte i rrethuar vetëm nga më të afërmit. Gruaja që po përcillej ishte Besa, motra e tij. Jo motra perfekte që ai shfaqte në drekat familjare të dielave të rralla kur ndalonte së punuari. Ishte motra e vërtet, ajo me të cilën kishte një histori plot me të çara të arnuara keq, me falje të thëna për gjysmë, me mungesa të justifikuara gjithmonë me fjalën punë. Artani kishte qarë vetëm para se të hynte në mort.
kishte ndjer atë fajin e vjetër dhe të njohur që i breu gjoksin për brenda, fajin që kishte qenë tepër i fortë, tepër i zënë, tepër i rëndësishëm. Fajin që kishte lejuar besën të jetonte në periferi të botës së tij të ndritshme, derisa jeta t'ia kërkonte llogarinë në një mënyrë që asnjë sasi parash nuk mund ta paguante. Kur dëgjoj frazën "këtu nuk është vend për ty", diçka brenda tij u zgjua me dhunë. Nuk ishte vetëm indinjat. Ishte një rëqethje nga ato ndjesit që jeta t'i dërgon kur do të lajmëroj se asgjë nuk do të jetë më si më parë. Ai ndaloi në korridor dhe vështroi skenën. Vështroi vajzën. Dhe zemra që parat nuk kishin arritur kur t'ia zbusnin, humbi një rahje. Fytyra e ndotur nga shiu. Sytë e mëdhenj, të errët, me një shprehje që nuk i shkonte një fëmijë 5 vjeçar. Ishte shpreha e dikujt që ishte dashur të rritej shumë shpejt, e dikujt që e njihte zhgënjimin para se të njihte alfabetin. Dhe aty kishte diçka të pamundur për t'u injoruar, një tipar në formën e syve, një mënyrë për të rrudhur vetullat kur ishte e frikësuar, forma e mjekrës. Ngjashmëri që nuk kërkojnë test ADN, që nuk kanë nevojë për avokat. Ngjashmëri që kërkojnë vetëm guxim për t'i parë. Artani ndjeu tokën të dridhej. Lëshoje, tha ai, me zë të prerë por pa bërtitur. Ishte toni që përdorte në mbledhje kur ndonjë drejtor guxonte ta vinte në dyshim. Toni që i bënte burrat e fuqishëm t'i bindeshin pa hezituar. Prifti u përpoq të ruante autoritetin, por zëri i lëkundej. Zoti Basha, jemi në një mordh. Ky fëmijë nuk është, thash, lëshoje. Krahu i vajzës u lirua menjëherë. Ajo gati humbi ekuilibrin, por u mbaj. Shikoi Artanin me frikë dhe shpresë të përzier në të njëjtën shprehje. Sikur ai të ishte thjesht një tjetër i rritur gati për ta përzënë. Por në vend të kësaj, Artani ul ngadalë, aty në mes të gjithëve, duke injoruar vështrimet kurioztare dhe përshpëritjet që tashmë kishin filluar. Si e ke emrin? Pyeti ai dhe zëri i doli ndryshe. Më njerëzor se zakonisht. Vajza shtrëngoi letrën pas gjoksit dhe u përgjigj pothuajse pa zë. Më than ta dorëzoja këtë për të. Për kë? Këmbënguli Artani duke ndier një lëmsh në fy. Ajo tregoi me mjekër drejt brendësisë së kishës në drejtim të arkivolit. Ishte atëherë kur bota i u përmbys Artan Bashës. Ai e mori letrën me kujdes, sikur të ishte qelq. E shpalosi ngadalë. Nuk ishte një ftesë, nuk ishte një shënim do si do. Ishte një letër e shkurtër, e shkruar me shkrimin që ai do ta njihte kudo. Shkrimi i besës. E datuar 3 muaj më parë. Dhe çdo rresht ishte një rrëfim i shtyr, një kërkesë faljeje e heshtur, një klithmë e mbytur nga vite frike. Nëse një ditë unë nuk do të jem këtu, kërkoja atë. Kam gabuar shumë, Artan. E fsheha nga frika, nga turpi, nga mendimi se do të më gjykoje ashtu siç e gjykova unë veten. Por ajo është pjesë e historisë sonë. Ajo është vajza ime. Dhe ajo meriton të kthehet në familje. Të lutem, mos lejo që bota t'i bëj asaj atë që më bëri mua. Dora e Artanit u dridh. E rilexoi letrën. 1 herë. 2. 3. Dhe çdo rilexim ishte një grusht në stomak, ishte një derë që hapej drejt një korridori të errët që ai kur nuk kishte dashur ta kalonte. Besa kishte një vajzë. Një vajzë që ai kur nuk e kishte njohur. Një mbes që kishte ekzistuar për 5 vjet të plota pa dijenin e tij. Dhe jo sepse Besa ishte e keqe, por sepse ajo jetoi një jetë ku t'i kërkojë ndihmë vëllait të suksesshëm duke i më poshtëruese se sa të kaloje vështirësi. Artani ngriti syt ngadalë dhe shikoi vajzën. Zhurma e kishës u zhduk. Njerëzit përreth u kthyen në njolla të paqarta. Vetëm ajo ekzistonte në atë moment, e vogël, e lagur dhe e frikësuar, duke mbajtur një letër që ndryshonte gjithçka. Ti erdhe vetëm? Pyeti ai, duke u përpjekur të mbante zërin të qëndrueshëm. Vajza tundi kokën. Isha me një grua, por ajo më tha se nuk mund të hyja dhe iku. Dhe me këtë frazë të thjeshtë, u zbulua një shtresë e dytë e tragjedisë. Vajza nuk ishte vetëm pa nën. Ishte e braktisur nga kushto që duhej ta ndihmonte. Artani mori frym thellë, vrimat e hundës ju fryn, duke u përpjekur të mos shpërthente aty për aty. Por si çdo kthesë e mirë, dhimbja kur nuk vjen vetëm. Ajo gjithmonë sjell pyetje pas vetes. Pse e fsheu Besa? Kush ishte babai? Pse fëmia ishte me një grua?
Cila grua ishte kjo? Dhe kryesorja, kush po përfitonte nga gjithë kjo heshtje? Artani u ngrit dhe u përball me atë gjonin. Zëri i doli i ulët, por i ngarkuar me një peshë që e bënte ajrin të dendur. Ju sapo përzut një fëmijë nga morti i nënës së saj. Nëse ky nuk është vend për të, atëherë nuk është vend për askën. Prifti u përpoq të justifikohej duke folur për rregulla, për respekt, për dekor. Por Artani nuk dëgjonte më. Ai tashmë kishte marrë një vendim. Atë ditë, përveç se do t'i jepte lamtumirën Besës, ai do të fillonte të zhvaroste të vërteta që dikush kishte punuar shumë për t'i mbajtur të groposura. Por sigurisht që gjërat nuk do të ishin të thjeshta. Sapo Artani e kapi vajzën për dorë dhe filloi ta çonte drejt sallës ku ishte arkivoli, lëvizja shkaktoi val. Valbona, kunata e Artanit dhe gruaja e vëllait të tij më të vogël, erdhi duke ecur shpejt me atë fytyrën e dikujt që do të zgjidhë një problem para se të bëhet skandal. Artan, çfarë po bën? Pëshpëriti ajo me zë të lartë, duke u buzëqeshur njerëzve përreth, por me sytë që hidhnin thika. Kush është ky fëmijë? Është mbesa ime, u përgjigj ai, çdo rrokje peshonte një ton. Valbona puliti sytë disa herë, sikur të kishte marrë një shuplar. Si mbesa jote? Besa nuk kishte fëmijë. Artan, ti je në shok, duhet të ulesh, të marrësh frym, unë jam mirë. Dhe ajo do të qëndroj me mua. Një kushëri u shfaq nga hiçi, gjithmonë tepër i interesuar për çështjet e familjes, veçanërisht kur këto çështje përfshinin para dhe trashëgimi. Iliri kishte atë mënyrën e dikujt që duket i gatshëm të ndihmojë, por gjithmonë llogarit për fitime. Artan, qetësohu. Le të flasim për këtë më vonë, me kokë të ftohtë. Sot nuk është dita për. Sot është pikërisht dita, e preu Artani, zëri ende i ulët por i mpreh. Sot është dita kur kjo vajzë i jep lamtumirën nënës së saj. Me familjen. Siç duhej të kishte qenë që në fillim. Ai nuk priti përgjigje. Vazhdoi përgjatë korridorit anësor, dora e vogël dhe e ftohtë e vajzës e sigurt në të tijën. Kur arritën pranë arkivolit, Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngohej në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Besa ishte aty, e rregulluar tepër, e qetë tepër, tepër larg. Ai kishte kaluar 3 orë atë mëngjes duke parë fytyrën e motrës dhe duke u përpjekur të gjente fjalë për një kërkesë faljeje që erdhi shumë vonë. Vajza ndaloi para arkivolit. Nuk qau siç qajnë fëmijët 5 vjeçar, me skandal dhe dëshpërim. Ajo qau si dikush që tashmë ka mësuar se të qash me zë të lartë nuk kthen askën. Preku drurin e lustruar me gishta dhe pëshpëriti diçka që Artani mezi e dëgjoi. Unë erdha, por nuk më lan. Kjo frazë e preu Artanin si xham. Ai kuptoi në atë çast të dhimbshëm se Besa ishte përpjekur t'i rregullonte gjërat. Vonë me frikë, fshehurazi, por ishte përpjekur. Dhe tani takonte atij të bënte atë që kur nuk e kishte bërë siç duhet, të ishte familje e vërtetë. Pas ceremonisë, kur arkivoli u mor dhe njerëzit filluan të shpërndaheshin, Artani injoroi të gjitha vështrimet. E mori vajzën në krah, edhe pse ishte tepër e madhe për këtë, dhe e çoi në makinë. Ajo nuk kundërshtoi. Thjesht u struk si një kafshë e frikësuar që më në fund gjeti një cep të ngrohtë. Gjatë rrugës, Artani i telefonoi Besnikut, avokatit dhe mikut të tij prej dekadash. Besnik, kam nevojë për ty tani. Është urgjente. Teksa i jepte makinës në për unazën e madhe, me trafikun e rënduar si gjithmonë, Artani shikoi nga pasqyra. Vajza flinte në sediljen e pasme, e përqafuar me letrën e zhubravitur. Ai ende nuk ja dinte as emrin. Nuk dinte ku banonte, si jetonte, çfarë hante, çfarë historish mbante. Por dinte me një siguri që e rëqefte se gjithçka në jetën e tij sapo kishte ndryshuar. Kur arriti në apartament, një papafingo e madhe në zonën e bllokut, Artani e kuptoi për herë të parë sa i ftohtë ishte ai vend. Modern, i shtrenjtë, pa asnjë cen. Por i ftohtë. Nuk kishte lodra, nuk kishte ngjyra të gëzueshme, nuk kishte jetë. Ishte shtëpia e një burri që punon 16 orë në ditë dhe flet 8 orët e tjera. Vajza u zgjua kur ai e nxori nga makina. Shikoi pallatin e lartë dhe portierin me kostum dhe u frikësua përsëri. Ti banon këtu? Pyeti ajo me zë të hollë. Artani kuptoi se as nuk dinte si të përgjigjej. A banonte ai aty? Apo thjesht i ruante gjërat aty mes një dite pune dhe tjetrës? Banoi.
Dhe tani banon edhe ti, ajo nuk dukej se e besonte. Brenda në apartament, Artani nuk dinte çfarë të bënte. I telefonoi shtëpiakes, zonjes Liria, një grua që punonte me të prej 15 vjetësh dhe që kishte atë mënyrën e një nëne që ai kur nuk pati guxim ta vlerësonte siç duhet. Zonja Liria, kam nevojë të vini. Kam një fëmijë këtu. Pati heshtje nga ana tjetër. Si një fëmijë, zoti Artan? Është histori e gjallë. Ju lutem, e jani. Ndërsa priste, Artani u përpoq të bisedonte me vajzën. Ajo ishte ulur në cep të divanit të madh prej lëkure, këmbët as nuk i preknin dyshemen. Shikonte gjithçka me ata sytë e mëdhenj, sikur të ishte në një muze ku nuk mund të prekte asgjë. Si e ke emrin? Pyeti ai përsëri, duke u ulur në një poltron përballë. Laura. Laura. Emri i doli me vështirësi, sikur ajo të mos ishte e sigurt nëse mund ta përdorte aty. Laura çfarë? Ajo uli syt. Vetëm Laura. Artani ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Një fëmijë që as mbiemrin e plot nuk e kishte. Ai mendoi për Besën, për motrën që banonte 20 minuta larg, por që ai e vizitonte 2 herë në vit. Mendoi për të gjitha herët që ajo i kishte telefonuar dhe ai i kishte thënë se ishte i zënë. Mendoi për të gjitha justifikimet e ndërtuara mirë që kishte përdorur për të mos u përfshirë në jetën e saj të rrëmujshme. Laura, ti e di ku banoje? Me kë po jetoje? Me teto Mirelën. Por ajo nuk është tezja ime e vërtetë. Dhe ku është shtëpia e teto Mirelës? Laura ngriti supet. Larg. Ecnim shumë me autobus. Shkoje në shkollë? Ajo tundi kokën, duke mohuar. Artani ndjeu zemërimin t'i ngjitej në përshtyllën kurrizore. Kur ishte hera e fundit që e pe nënën tënde? Laura mendoi, balli i vogël i urrudh. Ka shumë kohë. Ajo u sëmur. Teto Mirela tha se ishte në spital dhe se unë nuk mund të shkoja. Pastaj tha se nëna ime kishte ikur për gjithmonë. Ikur për gjithmonë. Një eufemizëm mizor për t'i shpjeguar vdekjen një fëmije. Dhe si e more vesh për vendin ku njerëzit i japin lamtumirën? Teto Mirela më çoi. Por tha se nuk mund të hyja. Tha se do të pengoja. Më la në rrugë dhe iku. Artani mbylli sytë. E ashtu quajtura Mirela jo vetëm që e kishte braktisur fëmijën, por e kishte lënë vetëm në derën e një morti. Kjo nuk ishte pa kujdesi. Ishte mizori e llogaritur. Zonja Liria arriti një orë më vonë, gulquese. Shikoi Laurën dhe pastaj Artanin me një shprehje që përziente konfuzionin dhe butësinë. Për Zotin, kush është ky fëmijë? Është mbesa ime. Vajza e Besës. Zonja Liria zgurdulloi syt, por ishte një grua e mençur. Nuk bëri pyetje para Laurës. Thjesht u afrua, u ul në gjunjë dhe buzëqeshi në atë mënyrë që vetëm gratë që kanë rritur fëmijë din të buzëqeshin. Përshëndetje, Laura. Unë quhem Liria, por mund të më thërasësh teto Liria. A je e uritur? Laura shikoi Artanin, sikur të kishte nevojë për leje. Ai tundi kokën. Ajo atëherë përshpëriti. Jam. Zonja Liria e çoi në kuzhinën e madhe dhe filloi të përgatiste ushqim. Artani mbeti në sallon duke parë letrën e zhubravitur që Laura kishte lënë në divan. E mori përsëri, rilexoi letrën e Besës. Në fund kishte një rresht që ai nuk e kishte vënë re më parë. Ajo është me Mirelën për momentin. Mirela merr ndihmë për t'u kujdesur për të, por e di që parat nuk po përdoren siç duhet. Duhet ta zgjidh këtë, duhet ta largoj Laurën prej andej. Por kam frikë. Kam kaq shumë frikë, Artan. Ndihmë nga kush? Nga vinin këto para? Artani mori celularin dhe i telefonoi Besnikut përsëri. Besnik, kam nevojë të hetosh një grua. Emri, Mirela, mbiemri i panjohur. Ajo jetonte me një fëmijë, Besën time, dhe merrte një lloj pensioni ose ndihme financiare. Dua të di nga vinin këto para, ku po shkojnë tani dhe kush i autorizoi pagesat. Besniku, gjithmonë efikas, nuk bëri pyetje të panevojshme. Do të filloj menjëherë. Artan, ti e di që nëse ka diçka të gabuar në këtë, e di. Prandaj po të kërkoj të hetosh. Në kuzhinë, zonja Liria mbaroi së bëri makarona me salcë dhe pulë të thërmuar.
Laura hëngri nga dal me frikë, sikur ushqimi do të zhdukej nëse ajo puliste sy. Hëngri gjithçka dhe ende shikonte pjatën bosh me një shprehje që ja theu zemrën Artanit. Mund të hash prap, Laura. Ka më shumë. Ajo hëngri prap. Dhe prap. Zonja Liria dhe Artani shkëmbyen një vështrim të rëndë. Ajo vajzë kishte vuajtur nga uria. Uri e vërtet. Pas banjës që zonja Liria ja bëri me durim dhe dashuri, Laura veshi një bluzë të vjetër që Artani improvizoi. I rinte si thes. Zonja Liria e çoi në një nga dhomat e miqve, rregulloi shtratin dhe qëndroi derisa ajo fjeti. Kur u kthye në sallon, u ul rënd në divan pranë Artanit. Zoti Artan, kjo vajzë është keq trajtuar. Nuk duhet të jesh mjek për ta parë. Është e kequshqyer, ka shenja të vjetra plagësh dhe mënyra si mblidhet kur dikush ngre zërin, e di, tha Artani me zë të ngjirur. E di, teto Liria. Çfarë do të bëni? Do të zbuloj kush ja bëri këtë. Dhe do t'i bëj të paguajnë. Dhe pastaj? Artani shikoi korridorin e errët që çonte në dhoma. Pastaj do të mësoj të jem daj. Do të mësoj të jem familje. Do të bëj atë që duhet të kisha bërë për Besën dhe kur nuk e bëra. Zonja Liria i vuri dorën në shpatull. Zoti Artan, kjo do t'ju ndryshoj jetën. A jeni gati? Artani nuk u përgjigj menjëherë. Mbeti duke parë qytetin poshtë, dritat e Tiranës që vezullonin si gjithmonë, indiferente ndaj gjithçkaje. Mendoi për motrën. Mendoi për vajzën që flinte në dhomën ngjitur. Mendoi për sa herë kishte zgjedhur mbledhjet në vend të familjes, kontratat në vend të bisedave. Nuk e di nëse jam gati, tha ai më në fund. Por nuk mund të zgjedh më të mos jem. Atë natë, Artani nuk fjeti. Qëndroi në zyrë, duke lëvizur letra, duke bërë telefonata, duke ndërtuar një puzle të padukshëm. Zbuloi se Besa kishte një llogari bankare të veçantë, të vogël, me lëvizje të rregullta në 5 vitet e fundit. Para që dilnin për një llogari në emër të Mirela Hoxhës. Shuma që nuk ishin të mëdha, por ishin konstante. Si një pension. Por Besa punonte si parukiere në një sallon modest. Nga vinin parat për të paguar këtë pension? Artani gërmoi më thellë. Dhe gjeti diçka që ja ngriu gjakun. Transferta periodike që hynin në llogarinë e Besës, që vinin nga një llogari biznesi. Një kompani që Artani e njihte mirë. Shumë mirë. Ishte një nga filialet e vjetra të kompanisë së tij të ndërtimit, një kompani që duhej të ishte jo aktive prej vitesh. Dikush po përdorte një llogari të vdekur për të bërë transferta për Besën. Dikush që kishte akses në këtë. Dikush nga brenda. Artani u ngrit, shkoi te dritarja. Dielli tashmë po fillonte të zbarte horizontin. Ai kishte kaluar gjithë natën duke ndërtuar një puzle që tani fillonte të kishte kuptim. Dhe ishte një kuptim i tmerrshëm. Dikush në familje dinte për Laurën. Jo vetëm që dinte, por po paguante për ta mbajtur atë të fshehur. Dhe tani që Besa kishte ndëruar jetë, ky dikush ndoshta donte të siguronte që sekreti të zhdukej bashkë me të. Por Artani nuk do ta lejonte. Edhe sikur ti duhej të përmbyste gjithë familjen, edhe sikur ti duhej të zihej me të gjithë, edhe sikur ti duhej të shpenzonte çdo qindark që kishte. Ai u kthye në dhomën ku flinte Laura. Qëndroi në derë duke parë vajzën e vogël të mbështjellë në batanien e madhe. Ajo flinte duke mbajtur letrën me shkrimin e Besës. Dhe Artani bëri një premtim të heshtur. Për Laurën, për Besën, për veten e tij. Do t'i zbuloj të gjitha. Do të kthej aty ku duhej të ishe gjithmonë. Dhe kushto që u përpoq të fshinte ekzistencën tënde do të paguaj. Kushtoj sa të kushtoj. Rrezet e para të diellit hyn nga dritarja dhe Laura u zgjua e trembur. Për një sekond, nuk e dinte ku ishte. Dhoma ishte tepër e madhe, shtrati tepër i butë, heshtja tepër e çuditshme. Ajo ishte mësuar të zgjohej me zhurmën e trafikut që përshkonte muret e holla, me njerëz që ziheshin në apartamentin ngjitur, me erën e skuqjes që ngjitej nga lokali i vogël poshtë. Aty gjithçka ishte ndryshe. Edhe ajri dukej më i pastër. U ngrit ngadalë, këmbët zbathur u fundosën në tapetin e trash. Hapi derën me kujdes, sikur të ishte e ndaluar të dilte. Korridori ishte bosh, por dëgjoi zhurma që vinin nga diku. Ndoqi zërin dhe gjeti kuzhinën.
Teto Liria po përgatiste kafen duke kënduar me zë të ullët një këngë të vjetër. Mirë mëngjes, vogëlushe. Fjetë mirë? Laura ngriti supet. Nuk e dinte nëse kishte fjetur mirë. Kishte parë në ëndër nënën, teto Mirelen që bërtiste, një derë që i mbyllej në fytyrë. U zgjua disa herë gjatë natës, duke menduar se gjithçka ishte gabim, se dikush do të shfaqej dhe do ta përzinte. Eja këtu, ulu. Do të bëj një mëngjes të bollshëm. Laura u ul në cep të karriges, duke vëzhguar teto Lirin të përgatiste petulla, të priste fruta, të bënte lëng portokalli të shtrydhur në çast. Kishte aq shumë ushqim sa Laura u friksua përsëri. Frikë se mos hante shumë, frikë se mos mësoj, frikë se mos ja hiqnin pa pritur. Mund të hash sa të duash, e kuptove? Këtu askush nuk vuan nga uria. Por Laura hante ngadalë, duke përtypur çdo copë sikur të ishte e fundit. Artani u shfaq herët, tashmë i veshur me kostum, por këtë herë pa kravatë. Syti i kishte të kuq si dikush që nuk ka fjetur, por fytyra ishte e vendosur. Ai kishte kaluar agimin në telefon, duke lëvizur dokumente, duke ndërtuar strategji. Tani, shikonte Laurën me një përzierje butësie dhe sikleti. Nuk dinte si të bisedonte me një fëmijë. Kur nuk kishte pasur fëmijë, kur nuk kishte dashur, gjithmonë thoshte se nuk kishte kohë për këtë. Mirë mëngjes, Laura. Mirë mëngjes, u përgjigj ajo me zë të ullët, pa ngritur syt nga pjata. Sot do të dal pak, por teto Liria do të qëndroj me ty në rregull? Laura tundi kokën. Artani hezitoi, sikur donte të thoshte diçka më shumë, por nuk dinte çfarë. Atëherë thjesht i preku lehtë shpatullën dhe doli. Në makinë, ndërsa shoferi ecte nëpër trafikun e rënduar të mëngjesit, Artani i telefonoi besnikut. Gjete gjë? Gjeta. Dhe nuk do të pëlqej. E ashtu quajtura Mirela Hoxha merrte 50.000 lekë në muaj në 5 vitet e fundit. Parat dilnin nga ai filiali i vjetër i kompanisë tënde të ndërtimit Basha Zhvillim që ti e çaktivizove në vitin 2018. Por dikush e riaktivizoi llogarinë 2 vjet më vonë në mënyrë diskrete dhe ka bërë këto transferta që atëherë. Kush e autorizoi? Besniku bëri një pauzë. Firma digjitale është e Ilir Bashës, kushëriri tën. Artani ndjeu gjakun t'i vlonte. Iliri. Kushëriri që gjithmonë donte një post më të lartë në kompani, që gjithmonë ankoi se nuk kishte njohjen që mendonte se meritonte, që jetonte me sy nga financat e familjes. Iliri dinte për Laurën. Jo vetëm që dinte, por po paguante për ta mbajtur atë të fshehur. Pyetja ishte, pse? Vazhdo të hetosh. Dua të di nëse ka dikë tjetër të përfshirë. Dhe zbulo ku është kjo Mirela tani. Tashmë jam duke u marrë me këtë. Artan, duhet të kuptosh se kjo mund të bëhet e shëmtuar. Nëse Iliri po shpërdoronte para nga kompania, edhe pse nga një llogari jo aktive, ka implikime penale. Dhe nëse familja zbulon se ti po heton, le ta zbuloj. Nuk më intereson më skandali. Më intereson vetëm e vërteta. E mbylli telefonin dhe mbeti duke parë nga dritarja. Tirana vlon e jashtë, miliona njerëz që vraponin për të punuar, për të paguar faturat, për të mbijetuar. Dhe ai, që gjithmonë e kishte menduar veten kaq ndryshe, kaq si për gjithçkaje, po zbulonte se në thelb ishte si gjithë të tjerët, i gabueshëm, i verbër, i aftë të injoronte atë që ishte e përshtatshme të injorohej. Kur arriti në zyrën e kompanisë, një ndërtesë me xhama në zonën e ish bllokut, Artani shkoi drejt në sallën e mbledhjeve. E thiri Ilirin me një email të shkurtër, kam nevojë të flas me ty tani. Pa justifikime. Iliri arriti gjysmë ore më vonë me atë buzëqeshjen e sajuar të dikujt që mendon se di të kontrollojë çdo situatë. Artan, çfarë surprize. Mendoja se do të merrje disa ditë pushim pas djeshmes. Duhet të jesh i dërmuar nga humbja e besës. Ulu, tha Artani, thatë. Iliri u ul, ende duke buzëqeshur, por buzëqeshja tashmë po fillonte të çahej në cepat e buzëve. Dua të më shpjegosh pse për 5 vjet ke autorizuar transferta mujore nga një llogari e kompanisë për një grua të quajtur Mirela Hoxha. Buzëqeshja e Ilirit vdiq në çast. Fytyra i u bë e bardhë, pastaj e kuqe, pastaj e bardhë përsëri. Hapi gojen, e mbylli, e hapi përsëri. Unë nuk e di për çfarë po flet. Mos më gënje, Ilir. Kam transaksionet, kam firmën tënde digjitale, kam gjithçka.
Tani do të më shpjegosh pse po paguaje gruan që kujdesej për mbesën time. Ose më mirë, për mbesën që ti e dije se ekzistonte dhe ma fsheje. Iliri gëlltiti pështymën. Kaloi dorën nëpër flok, gjesti nervoz i dikujt që po vihet me shpatulla pas murit. Artan, shiko, nuk ishte tamam kështu. Unë, Besa më kërkoi ndihmë 5 vjet më parë, e dëshpëruar. Tha se kishte një vajzë, se nuk kishte kushte ta rriste siç duhet, se kishte nevojë për ndihmë por kishte turp të kërkonte ty, ajo më kërkoi, mu lut të mos të tregoja. Tha se ti do ta gjykoje, se ti do të gënjeshtër, Artani përplasi dorën në tavolinë. Besa kur nuk do të kërkonte asgjë. Ju mezi flisnin. Kështu që mjaft u dredhove dhe më thuaj të vërtetën. Iliri mbeti në heshtje, nofulla e shtrënguar. Artani u ngrit, u afrua, zëri i ulët dhe i rrezikshëm. Ti përdore kompanin time për të shpërdoruar para. Përdore emrin e motrës sime për të mbuluar gjurmët. Dhe e mbajte mbesën time të fshehur. Pse? Çfarë fiton ti me këtë? Iliri më në fund shpërtheu. Çfarë fitoj unë? Fitoj të mos shoh më një basha duke ndotur emrin e familjes. Besa ishte tashmë problemi mjaftueshëm, duke jetuar në atë shtëpizën qesharake, duke punuar në parukeri lagjeje, duke u shfaqur në festat familjare me rroba të përdorura. Dhe pastaj ajo shfaqet shtatzën, pa baba, pa shpjegim, dhe ti mendon se unë do të lejoja të gjithë ta merrnin vesh? Do të lejoja të shfaqej një tjetër bastarde për të ndarë trashëgimin? Fjala kumbonte në sallë si një eshtën. Artanit ju desh të përmbahej për të mos e goditur kushëririn aty për aty. Dil nga kompania ime. Tani. Je i pushuar nga puna. Ti nuk mund të më pushosh. Unë jam ortak, unë kam, ti je ortak minoritar. Dhe sa po pranove shpërdorim fondesh. Kështu që ke dy mundësi, ose del tani me të mirë, ose unë thëras policin dhe ti del me pranga. Zgjidh. Iliri u ngrit, karrigia kërciti në dy sheme. Fytyra e tij ishte zemërim i pastër. Do të pendohesh për këtë, Artan. Ajo vajzë nuk është ajo që ti mendon. Ka gjëra në këtë histori që ti nuk i di. Dhe kur ti zbulosh, do të kuptosh se unë po të mbroja. Doli duke përplasur derën. Artani mbeti në këmbë, duke marrë frym thellë, duke u përpjekur të qetësonte tërbimin. Ka gjëra në këtë histori që ti nuk i di. Çfarë donte të thoshte Iliri me këtë? U kthye në shtëpi në mes të pasdites, diçka që ai kur nuk e bënte. Zonja Liria ishte në sallon me Laurën, duke u përpjekur ta bënte të vizatonte në një letër. Por Laura bënte vetëm shkaravina nervoze, duke e shtrënguar lapsin me forcë. Si është ajo? Pyeti Artani me zë të ulët. E friksuar. Nuk flet shumë. E pyeta nëse donte të shite televizor, tha se kur nuk e ka parë nga afër. I ofrova të zgjidhte rroba të reja, ajo tha se nuk ka nevojë. Kjo vajzë është mësuar të mos kërkoj asgjë, zoti Artan. Është mësuar të jetë e padukshme. Artani shikoi Laurën. Ajo kishte ngritur syt kur ai hyri, por shpejt i uli përsëri, sikur të mos donte të shqetësonte. Laura, mund të flas me ty? Ajo tundi kokën, duke lënë lapsin më njan. Artani u ul në divan pranë saj, duke mbajtur distancë për të mos e trembur. Doja të bëja disa pyetje për Teto Mirelën. Mundem? Laura u tensionua në çast. Ajo do të vijë të më marrë? Jo. Ti nuk ke nevojë të kthehesh më atje kurrë. Laura duke e lehtësuar, por ende dyshuese. Teto Mirela ishte e mirë me ty? Laura ngriti supet. Ndonjëherë. Kur kishte para, blinte bukë. Kur nuk kishte, zemërohej. Dhe kur zemërohej, çfarë ndodhte? Laura uli syt përsëri, gishtat luanin me cepin e bluzës. Bërtiste. Thoshte se i jepja shumë punë. Thoshte se nëna ime më kishte braktisur dhe se askush nuk do të më donte. Artani mbylli syt për një sekond, zemërimi duke i hipur përsëri. Nëna jote nuk të braktisi, Laura. Ajo ishte e sëmur. Por ajo të donte. Dhe la një letër duke më kërkuar të kujdesesha për ty, e kupton këtë? Laura tundi kokën, por syt i kishte plot dyshim. Si ti shpjegoje dashurinë një fëmije që kishte njohur vetëm refuzim?
Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do ta kishit marrë Laurën në shtëpi menjëherë apo do të kishit pritur për të kuptuar më mirë situatën? Na tregoni në komente. Atë natë, pasi Laura fjeti, Artani mori një telefonat nga besniku. E gjeta Mirelën. Ajo është në një apartament në kombinat. Por Artan ka diçka të çuditshme. Ajo vazhdon të marrë para. Edhe pas vdekjes së Besës, transfertat nuk kanë ndaluar. Si kështu? Dikush i reaktivizoi pagesat. Vetëm se tani nuk vijnë nga llogaria e kompanisë. Vijnë nga një llogari personale. Dhe nuk do ta besosh e kujt. E kujt? E Valbonës. Kunatës tënde. Artani mbeti pa fjalë. Valbona. Gruaja e vëllait të vogël, gjithmonë kaq e shqetësuar për pamjen, gjithmonë kaq e rregull. Valbona po paguante Mirelën. Pse? Për ta mbajtur atë të heshtur? Për të siguruar që Laura të mos shfaqej? Për të mbrojtur trashëgimin e fëmijëve të saj? Dua të flas me të. Nesër. Në shtëpinë time. Artan, je i sigurt? Kjo do të shkaktoj nuk më intereson. Lëre takimin. Të nesërmen, Valbona arriti në orar, si gjithmonë. Flokët pa asnjë cen, rroba të shtrenjta por diskrete, ai ajri i dikujt që jeton duke kontrolluar çdo detaj të imazhit të saj. U ul në sallon me një buzëqeshje të edukuar, por syt po llogarisnin. Artan, sa mirë që të shoh. Si po e përballon gjithçka. Dhe vajza, Laura apo jo? Si po përshtatet? Valbona, do të jem i drejt për drejt. Pse po e paguan Mirela Hoxhën? Buzëqeshja ngriu. Valbona puliti syt disa herë, dora i shkoi automatikisht te ripi i çantës. Nuk e di për çfarë po flet. Artani vuri një letër në tavolinë. Pasqyrë bankare. Transferta të theksuara me të verdhë. 50.000 lekë. Çdo datë 10. Nga llogaria jote personale në llogarinë e saj. Pse? Valbona shikoi letrën, Artanin, letrën përsëri. Mori frym thellë. Në rregull. Në rregull. Do të tregoj. Por duhet të kuptosh se e bëra këtë për të mbrojtur familjen. Për ta mbrojtur nga çfarë? Nga më shumë skandale, Artan. Besa ishte tashmë një problem. Ti e di që ishte. Ajo kishte një jetë krejtësisht ndryshe nga jona, bënte zgjedhje që çfarë zgjedhjesh, Valbona? Të jesh i varfër nuk është zgjedhje. Nuk është vetëm kjo. Ajo u përfshi me njerëz të gabuar. Babai i asaj vajze, Artan, e di kush është? Artani u tensionua. Jo. Besa kur nuk më tregoi. Sepse kishte turp. Ishte një burr i martuar. Një burr i rëndësishëm. Një klient i kompanisë son. Bota ndaloi. Artani ndjeu ajrin ti mbaronte nga mushkëritë. Kush? Valbona hezitoi, por e dinte se nuk kishte më ku të shkonte. Adrian Costa. Pronari i Costa Ndërtim. Partneri ynë më i madh në 10 vitet e fundit. Artanit ju desh të ulej. Adrian Costa. I martuar, 3 fëmijë, imazhi i një familjari. Një nga biznesmenët më të respektuar të sektorit. Dhe babai i Laurës. Si e di ti këtë? Besa më tregoi. Ishte e dëshpëruar, shtatzën, vetëm. Adriani refuzoi ta pranonte. I ofroi para që ajo të ndërpriste shtatzënin. Ajo refuzoi. Atëherë ai thjesht u zhduk. Preu kontaktet. Dhe kur Laura lindi, Besa erdhi të më kërkonte ndihmë. Jo ty, sepse kishte turp. Por mua. Unë e lidha me Mirelën, një të njohur që kujdesej për fëmijë. Fillova të paguaja Mirelën për të kujdesur për Laurën ndërsa Besa punonte. Por me kalimin e kohës, situata u bë e komplikuar. Besa ishte gjithnjë e më e sëmur, Mirela gjithnjë e më kërkuese. Dhe unë nuk dija më çfarë të bëja. Kështu që ti fshehe gjithçka nga unë. E le motrën time të vuante vetëm. E le mbesën time të jetonte në kushte të tmerrshme. Të gjitha për të mbrojtur një kontratë me kompaninë e Adrian Costës? Valbona u ngrit, zëri i mprehë. Nuk ishte vetëm kjo. Ishte për të mbrojtur edhe ty. Ti mendon se Adriani do ta lejonte këtë të dilte?
Ti mendon se ai do të pranonte të humbiste reputacionin për shkak të një, kujdes me fjalën tjetër, e preu Artani, zëri i akull. Valbona mbylli gojen. Mori frym thellë, duke u përpjekur të mblidhte veten. Artan, e di që je i zemëruar. Por mendo mirë. Nëse kjo del, nuk është vetëm Adriani që bie. Je edhe ti, është kompania. Janë të gjithë. Adriani mund të na padis, mund të prish kontratat, mund të shkatërroj vite pune. Kjo vajzë, ajo është një bombë me sahat. Kjo vajzë ka një emër. Është Laura. Dhe është mbesa ime. Dhe tani është përgjegjësia ime. Dhe nëse Adrian Costa do të luftoj, le të vi. Po e pres. Valbona e pa se kishte humbur. Mori çantën, eci drejt derës. Para se të dilte, u kthye. Po bën një gabim, Artan. Por kur ta kuptosh, do të jetë tepër vonë. Pasi ajo doli, Artani mbeti në këmbë në sallon duke procesuar. Laura ishte vajza e Adrian Kostës. Një burr që ai e njihte prej vitesh, me të cilin kishte mbyllur 10 marrëveshje, që shfaqej duke buzëqeshur në darka gala. Një burr që braktisi vajzën e tij para se ajo të lindte. Artani mori celularin. Telefonoi në zyrën e Adrianit. Dua një takim me Adrian Kostën. Sot. Është urgjente. Sekretarja u përpoq të thoshte se agenda ishte e zënë, por Artani nuk pranoi. Thuaj se bëhet fjalë për vajzën e tij. Ai do ta kuptoj. 2 orë më vonë, Adrian Costa hyri në zyrën e Artanit. I gjatë, flokë të thinjur, kostum pa asnjë cen. Ai ajri i dikuj që është mësuar të komandojë çdo sallë. Por kur pa shprehjen e Artanit, buzëqeshja e edukuar u lëkun. Artan, ç'është kjo puna e vajzës? Për çfarë po flet? Artani vuri një foto në tavolinë. Laura e bër atë mëngjes duke buzëqeshur me ndrojtje para kamerës së Teto Liris. Kjo vajzë quhet Laura. Dhe është vajza jote. Vajzë me besën, motrën time. Adriani u zbardh. Shikoj foton, largoj vështrimin, shikoj përsëri. Dora i dridhej lehtë. Artan, kjo ka ndodhur shumë kohë më parë. Nuk e dija se, e dije. Besa të tregoj. I ofrove para për të zgjidhur problemin. Vetëm se ajo vendosi ta mbante fëmijën. Dhe ti thjesht u zhduke. Adriani kaloi dorën në përfytyrë. Kur foli, zëri i doli ndryshe. Më i dobët. Ishte një gabim. Një gabim i tmerrshëm. Por unë isha i martuar, kisha fëmijë, kisha një imazh për të ruajtur. Unë nuk mund ta pranoja. Kështu që preferove të braktisje një fëmijë. Dërgova para. Për një farë kohe, dërgova. Gënjeshtër. Paratë që merrte besa vinin nga familja ime. Ti nuk dërgove asgjë. Adriani mbeti në heshtje. Pastaj pshertiu, duke u dukur 10 vjet më i vjetër pa pritur. Çfarë do nga unë, Artan? Dua të njohësh këtë vajzë. Ligjërisht. Dua që ajo të ketë emrin e babait në certifikat. Dua pension retroaktiv për 5 vjet. Dhe dua t'i shpjegosh gruas dhe fëmijëve të tu se çfarë ke bërë. Adriani u ngrit me një kërcim. Je çmendur? Kjo do të shkatërroj martesën time. Do të shkatërroj familjen time. Vajza jote tashmë nuk ka nën. Nuk do të ketë as baba. Ky është shantazh. Kjo është drejtësi. Ke një javë për të vendosur. Ose e bën këtë me të mirë, ose unë e bëj publike. Dhe atëherë nuk do të jetë vetëm martesa jote që do të marrë fund. Do të jetë gjithë reputacioni yt. Adriani doli nga zyra duke u lëkundur, si një njeri që sapo ka marrë një grusht. Artani mbeti ulur, duart i dridheshin nga adrenalina. Ai sapo i kishte shpallur luftë njërit prej burrave më të fuqishëm të sektorit. Por nuk pendohej. Kur arriti në shtëpi, Laura po vizatonte në sallon. Këtë herë, vizatimi ishte ndryshe. Nuk ishin shkaravina nervoze. Ishte një shtëpi. E vogël, e thjesht, me një dritare dhe një derë. Dhe pranë shtëpisë, 2 figura shkopinjsh. Një e madhe, një e vogël. Të dyja të kapura për dore. Artani ul pranë saj duke parë vizatimin. Kush janë këta njerëz?
Laura e shikoi, sytë e mëdhenj dhe serioz. Jemi ne. Dhe për herë të parë që kur filloi gjithçka, Artani ndjeu diçka që nuk ishte zemërim, nuk ishte faj, nuk ishte frikë. Ishte shpresë. Shpresë se ndoshta, vetëm ndoshta, ai do të arrinte të rregullonte atë që ishte thyer. Se ndoshta ai do të arrinte të ishte familja që Laura meritonte. Por thellë, ai e dinte se gjërat ende do të përkeqësoheshin para se të përmirësoheshin. Sepse në çdo histori të mirë, sekretet kur nuk vijnë vetëm. Dhe më i madhi nga të gjithë ende nuk ishte zbuluar. Atë natë, Artani qëndroi zgjuar duke menduar për gjithçka që kishte zbuluar. Adrian Costa, Iliri, Valbona. Secili me pjesën e tij të fajit, secili me justifikimin e tij të ndërtuar mirë. Por në thelb, të gjithë kishin bërë të njëjtën zgjedhje, të mbronin imazhin e tyre në vend që të mbronin një fëmijë. Dhe më e dhimbshmja ishte të pranonte se edhe ai vetë kishte qenë pjesë e këtij ingranazhi braktisjeje. Sepse nëse do t'i kishte kushtuar më shumë vëmendje motrës, nëse do të kishte pyetur më shumë, nëse do të ishte interesuar vërtet në vend që thjesht të dërgonte para her pas here dhe të mendonte se po bënte pjesën e tij, ndoshta asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur. Në dhomën ngjitur, Laura ishte gjithashtu zgjuar. Shikonte tavanin e lartë, hijet që drita e rrugës bënte në mur ende nuk mund të besonte se ai vend ishte i vërtet, se ushqimi nuk do të mbaronte nesër, se askush nuk do t'i bërtiste pse bënte shurm. Një pjesë e saj ende priste të zgjohej dhe të zbulonte se gjithçka ishte gabim, se ishte vetëm një ëndër tepër e bukur për të qenë e vërtetë. Ajo mendonte për nënën. Herët e fundit që e kishte parë, besa ishte gjithmonë e lodhur, gjithmonë e trishtuar, gjithmonë duke kërkuar falje. Falje që nuk kishte një shtëpi më të mirë, që nuk mund të blinte lodra, që duhej ta linte Laurën me teto Mirelën ndërsa punonte. Laura kur nuk e kuptoi plotësisht pse nëna i kërkonte falje. Për të kishte nënën pranë, qoftë edhe pak, ishte e mjaftueshme. Por tani nëna nuk ishte më. Dhe Laurës i duhej të mësonte të jetonte në një botë ku dashuria vinte në forma të ndryshme, nga njerëz që ajo ende po mësonte t'i njihte. Në ditët që pasuan, një rutinë filloi të formohej. Artani punsoi një psikologe fëmijësh, doktoresha Rudina, për të ndihmuar Laurën të procesonte gjithçka që kishte ndodhur. Seancat ishin të vështira. Laurës nuk i pëlqente të fliste, qëndronte në mbrojtje, përgjigjej me një rrokje. Por doktoresha Rudina kishte durim. Përdorte vizatime, lojra, histori. Dhe pak nga pak, Laura filloi të hapej. Tregoi për netët kur flinte e uritur. Për frikën e të bërit zhurmë sepse teto Mirela zemërohej. Për ditën kur u përpoq të pyeste për nënën dhe mori një të bërtitur aq të madhe sa nuk pyeti më kurrë. Çdo zbulim ishte një thik në gjoksin e Artanit. Ai dëgjonte raportet e doktoreshës Rudina në fund të çdo seance dhe i duhej të dilte, të shkonte në balkon, të merrte frym thellë për të mos shpërthyer nga zemërimi. Si mund të kaloj një fëmijë nëpër këtë dhe askush të mos bëj asgjë? Pyeti ai një herë, zëri i dridhej. Doktoresha Rudina e shikoi me mirëkuptim, por edhe me vendosmëri. Artan, fëmijët e pambrojtur kalojnë pa u vënë re çdo ditë. Sistemi dështon, njerëzit largojnë vështrimin dhe kur dikush më në fund i sheh, ndonjëherë është tepër vonë. Por nuk është vonë për Laurën. Ti e gjete. Ti je këtu. Dhe kjo tashmë është shumë. Por nuk është e mjaftueshme, përshpëriti ai. Jo, ra dakord doktoresha Rudina. Por është një fillim. Artani mori edhe masa të tjera. E regjistroi Laurën në një shkollë private afër shtëpisë, një shkollë të vogël dhe mikpritëse ku ajo mund të fillonte ngadalë. I bleu rroba të reja, lodra, libra. Por vinte re se Laura nuk dinte të luante siç duhet. Ajo i merrte lodrat, i shikonte me kureshtje, por shpejt i vendoste përsëri në vend me kujdes, sikur të mos kishte leje t'i përdorte vërtet. Zonja Liria ishte ajo që më në fund e mësoi Laurën të ishte fëmijë përsëri. Ulej në dysheme me të, bënte zëra qesharak me kukullat, qeshte me zë të lartë kur Laura bënte ndonjë shaka. Dhe pak nga pak, shumë ngadalë, Laura filloi të buzëqeshte. Nuk ishte një buzëqeshje e madhe dhe e shkujdesur. Ishte një buzëqeshje e ndrojtur, e kujdesshme, e dikujt që ende po teston nëse mund të besoj. Por ishte një buzëqeshje. Në mes të gjithë kësaj, lufta familjare sapo kishte filluar.
Iliri e përhapi lajmin e ekzistencës së Laurës të gjithë, jo nga shqetësimi I sinqert, por nga hakmarrja. Donte të tregonte se Artani po vepronte me nxitim, se po e linte veten të mashtrohej, se ajo vajzë mund të ishte fare mirë një mashtruese që përpiqej t'i bënte një grusht shteti familjes. Telefoni I Artanit nuk pushonte së rëni. Xhaxhallar të largët, kushërin që ai as nuk e dinte se ekzistonin, miq të familjes, të gjithë me një mendim. Disa e mbështesnin, thoshin se po bënte gjën e duhur. Por shumica e vinin në dyshim. Kërkonin test ADN, hetim të plot, kujdes. Sikur një fëmijë 5 vjeçar të ishte një kërcënim, sikur ADN të ishte më e rëndësishme se fakti I qartë se ajo vajzë ishte braktisur dhe keq trajtuar. Pika që derdhi gotën erdhi kur nëna e Artanit, zonja Tefta, u shfaq pa lajmëruar. Një grua 70 vjeçare, e rrept, konservatore, e mësuar të komandonte gjithë familjen. Ajo hyri në apartament me atë qëndrimin e një mbretëreshe të fyer dhe kërkoi të shihte mbesën. Artani u përpoq ta përgatiste Laurën, por nuk pati kohë. Zonja Tefta ishte tashmë në sallon, syt I ekzaminonin çdo detaj të vajzës sikur po vlerësonte një objekt në shitje. Pra, kjo është ajo, tha ajo, me zë të thatë. E ashtu quajtura mbesë sekrete. Laura u mblodh në divan, sytë e zgurdulluar nga frika. Artani bëri një hap përpara, duke u vendosur mes tyre. Mami, mos e bëj këtë. Ajo është një fëmijë. Një fëmijë që u shfaq nga hiçi. Një fëmijë që ti as nuk e di nëse është vërtet e besës. E di që është. Nuk kam nevojë për test ADN për ta ditur. Mjafton ta shikosh. Zonja Tefta e shikoi. Dhe për herë të parë, shpreha e saj u lëkun. Sepse ishte e pamundur të mohojë. Laura kishte sytë e besës, formën e fytyrës së bashajve, madje edhe atë mënyrën e rrudhjes së vetullave kur ishte nervoze, njësoj siç bënte Artani. Zonja Tefta I pa të gjitha këto dhe ndjeu diçka që nuk e priste, faj. Sepse edhe ajo kishte dështuar me besën. Kishte gjykuar zgjedhjet e së bijës, ishte larguar kur besa kishte më shumë nevojë për nën, kishte preferuar të ruante pamjen në vend që të ofronte ndihmë të vërtetë. Dhe tani ishte përballë mbesës që kur nuk e kishte njohur, një mbesë që kishte ekzistuar për 5 vjet në varfëri, ndërsa gjyshja jetonte në luks. Zonja Tefta u ul rënd. Mbeti në heshtje për 1 minutë të gjatë. Kur më në fund foli, zëri I doli ndryshe. Më I dobët, më njerëzor. Ajo I ngjan besës kur ishte e vogël. I njëjti vështrim I friksuar, sikur priste të përzëhej. Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Edhe besa ishte rritur me frikë. Me frikën se mos nuk ishte mjaftueshëm e mirë, se mos nuk përshtatej me standardet e familjes, se mos ishte një zhgënjim. Dhe kur mbeti shtatzën, vetëm dhe e friksuar, nuk pati guxim të kërkonte ndihmë sepse tashmë e dinte përgjigjen që do të merrte, gjykim. Laura shikoi gjyshen me kujdes. Zonja Tefta I zgjati dorën, duke u dridhur pak. Eja këtu, vajzë. Laura shikoi Artanin. Ai tundi kokën. Ngadal, Laura u afrua. Zonja Tefta I preku fytyrën me delikatesë, sikur po prekte qelq. Ke sytë e nënës tënde, pëshpëriti. Dhe më vjen shumë keq. Më vjen keq që nuk e mbrojta atë. Më vjen keq që nuk të mbrojta ty dhe atëherë ndodhi diçka e papritur. Zonja Tefta filloi të qante. Nuk ishte një e qarë delikate dhe e përmbajtur. Ishte e qara e dikujt që po thyej për brenda, e dikujt që më në fund po përballej me vite gabimesh. Laura, pa e kuptuar plotësisht por duke ndjer dhimbjen, përqafoi gjyshen. Dhe të dyja qëndruan aty, të përqafuara, duke qarë së bashku humbjet që ndanin. Artani largoi vështrimin, lotët e tij kërcënonin të binin. Në atë moment, ai kuptoi diçka të rëndësishme, familja e tij nuk ishte e keqe. Ishte thjesht njerëzore. E gabueshme, e papërsosur, e frikësuar. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, Laura ishte pikërisht ajo që u duhej të gjithëve për ta parë më në fund këtë. Por paqja zgjati pak. Sepse po atë natë, besniku telefonoi me lajme që do të ndryshonin gjithçka përsëri. Artan, gjeta diçka. Diçka të madhe. Dhe nuk do ta besosh. Ajo që kishte zbuluar besniku e bëri Artanin të ulej. Salla filloi të rrotullohej, muret dukej se po mbylleshin. Ai e mbajti telefonin me aq forcë sa gishtat I u bën të bardhë.
Përsërite, kërkoi ai, zëri i doli me vështirësi. Besa nuk ishte thjesht e sëmur, tha besniku nga ana tjetër e linjës. Ajo u shtrua në spital 7 herë në 2 vitet e fundit. Gjithmonë me të njëjtin diagnostikim fillestar, kequshqyrje e rëndë, anemi e thellë, raskapitje ekstreme. Por ka diçka më shumë, Artan. Në muajt e fundit, ajo po mjekoi për ankth dhe depresion në nivele shqetësuese. Dhe e di kush paguante për trajtimin? Adrian Costa. Ai po depozitonte para direkt në spital, por me një kusht, që asgjë të mos shënohej në regjistra që mund ta lidhnin atë me Besën. Artani ndjeu vrerin t'i ngjitej në fyt. Adriani jo vetëm që kishte braktisur vajzën. Ai e kishte mbajtur Besën gjallë mjaftueshëm për të mos pasur faj ligjor, por larg mjaftueshëm për të mos marrë përgjegjësi. Ishte një mizori e llogaritur, e ftohtë, e maskuar si ndihmë. Ka më shumë, vazhdoi besniku, dhe zëri i tij ishte ndryshe. I friksuar. Arrita të kem akses në regjistrat e spitalit. Besa u shtrua për herë të fundit 3 javë para se të ndëronte jetë. Dhe kush e çoi atje nuk ishte Mirela. Ishte atë Gjoni. Prifti. I njëjti që kishte përzën Lauren nga kisha. I njëjti që tani kishte kuptim në një mënyrë të tmerrshme. Prifti e dinte, pëshpëriti Artani. Ai dinte gjithçka. Jo vetëm që dinte. Ai ishte i përfshirë. Gjeta transferta bankare nga famullia në një llogari të Mirelës. Para zyrtare të kishës, të justifikuara si ndihmë sociale. Vetëm se shuma ishte tepër e lartë për të qenë bamirësi. Ishte pagesë. Pagesë për ta mbajtur Lauren të fshehur, për të siguruar që ajo të mos shfaqej në vende publike, që askush të mos bënte pyetje. Artani e mbylli telefonin dhe mbeti në këmbë në errësirën e sallonit. Laura flinte në dhomën ngjitur, më në fund në paqe pas kaq shumë vuajtjesh. Dhe ai po zbulonte se komploti për ta mbajtur atë të padukshme ishte shumë më i madh dhe më i organizuar se sa e kishte imagjinuar. Nuk ishte vetëm një familje që përpiqej të fshihte turpin. Ishte një rrjet i tërë njerëzish, secili duke marrë diçka në këmbim të heshtjes. Para, favore, mbrojtje. Të nesërmen, Artani shkoi në kishë. Ishte një e martë në mëngjes, pak besimtar aty. Atë Gjoni ishte në zyrë, duke përgatitur predikimin e së dielës. Kur pa Artanin të hynte pa trokitur, u ngrit me atë buzëqeshjen profesionale të zakonshme. Artan, çfarë surprize? Si mund t'ju ndihmoj? Artani mbylli derën pas vetes. Nuk u ul. Qëndroi në këmbë, duke parë priftin nga lart, me gjithë gjatësinë dhe gjithë zemërimin që mund të mblidhte. Do të më tregosh gjithçka. Që nga fillimi. Dhe mos u përpiq të gënjesh, sepse unë tashmë e di gjysmën. Buzëqeshja e priftit u lëkun. Ai u përpoq të ruante qetësinë, u ul përsëri, kryqëzoi duart mbi tavolinë. Artan, nuk e di për çfarë po flet. Ti e çove motrën time në spital. Ti bëje transferta për Mirelën. Ti dije për Lauren dhe ndihmove për ta mbajtur atë të fshehur. Dhe ditën e mortit ti e përzure nga kisha. Një fëmijë 5 vjeçar që qante në derë dhe ti e përzure. Pse? Prifti mbeti në heshtje për një moment të gjatë. Kur foli, zëri i doli i lodhur, sikur po mbante një peshk prej kohësh. Po përpiqesha të mbroja kishën. Ta mbroje nga çfarë? Nga një fëmijë? Nga një skandal. Adrian Costa është një nga donatorët më të mëdhenj të famullisë. Ai financoi rinovimin e çatisë, stolat e rinj, sallën e katekizmit. Kur mori vesh se Besa ishte shtatzën me të, erdhi të më takonte. Tha se kjo do t'ia shkatëronte familjen, se kishte nevojë për ndihmë. Unë mendova se po bëja gjën e duhur. Gjeta Mirelën, një famultare që kishte nevojë për para. Ajo pranoi të qëndronte me vajzën ndërsa Besa punonte. Parat vinin pjesërisht nga Adriani, pjesërisht nga kisha. Ishte një zgjidhje. Një mënyrë që të gjithë të vazhdonin përpara. Një zgjidhje, përsëriti Artani, zëri i rrezikshmërisht i ulët. Ti e quan atë zgjidhje? Laura vuajti nga uria. U keq trajtua. U arrit duke menduar se nuk kishte familje, se nuk meritonte dashuri. Dhe ti dije të gjitha këto dhe vazhdove të paguaje Mirelën për ta mbajtur atë të fshehur. Nuk e dija se Mirela e trajtonte keq. Kur e zbulova, ishte tepër vonë.
Besa po vdiste dhe unë nuk dija më çfarë të bëja. Mund të më kishe treguar, shpërtheu Artani. Mund të më kishe telefonuar, mund të kishe bërë diçka. Por preferove të mbroje paratë e Adrianit, të mbroje reputacionin e kishës. Dhe motra ime vdiq vetëm me faj duke menduar se kishte dështuar me të bien. Prifti uli kokën. Për herë të parë, duke i vogël, i brish. Kur ngriti syt përsëri, kishte lot në sy. E di. E mbaj këtë çdo ditë. Besa mu lut në spital të kujdesesha për Laurën pasi ajo të ikte. Më bëri të betohesha se do ta çoja vajzën te ti prandaj e lash të vinte në morë. Mendova se ti do ta shije, do të bëje pyetje, do të zbuloje. Por nuk e imagjinova se ajo do të përpiqej të hynte vetëm. Kur e pash aty të friksuar, pa këpuc, me atë letrën e zhubravitur, u panikova. Mendova se nëse ajo hynte, të gjithë do ta shihnin, do të bënin pyetje dhe gjithçka do të shembej. Kështu që e përzura. Dhe është gjëja më e keqe që kam bërë në jetë. Artani mori frym thellë. Donte të bërtiste, donte të thyente diçka, por zemërimi ishte përzier me një emocion tjetër, trishtim. Trishtim për Besën që vdiqe e rrethuar nga njerëz që zgjodhen lehtësinë në vend të dëmshurisë. Trishtim për Laurën që u trajtua si problem në vend të një personi. Dhe trishtim edhe për këtë prift të thyer para tij që ishte përpjekur të bënte gjimnastik me ndërgjegjen dhe tani po paguante çmimin. Adriani do ta njohë Laurën ligjërisht, tha Artani. Dhe ti do të firmosësh një deklaratë duke treguar gjithçka që di. Të gjitha pagesat, të gjitha bisedat, të gjitha marrëveshjet. Unë do ta përdor këtë për të siguruar që ai të mos përpiqet të ikë përsëri. Dhe nëse ai refuzon, atëherë unë e bëj gjithçka publike. Dhe nuk më intereson sa reputacione do të bien bashkë me të. Prifti tundi kokën, i mundur. Artani doli nga kisha me deklaratën e firmosur. Por në vend që të ndihej fitimtar, ndihej bosh. Sepse sa herë që zbulonte një pjesë të re të puzleit, imazhi që formohej ishte më i shëmtuar, më i dhimbshëm. Dhe pyetja që nuk e linte të qetë ishte, sa Laura të tjera ekzistojnë aty jashtë? Sa fëmijë të tjerë të padukshëm, të mbajtur të fshehur sepse zbulimi i tyre do të ishte i papërshtatshëm? Kur arriti në shtëpi, gjeti zonjën Liria të trazuar. Zoti Artan, ka një grua këtu. Thotë se duhet të flas me ju. Është Mirela. Artani ndjeu gjakun t'i vlonte përsëri. Mirela. Gruaja që kishte qëndruar me Laurën, që kishte marrë para për t'u kujdesur për të dhe në vend të kësaj e kishte lënë pas dore dhe e kishte keq trajtuar. Ai hyri në sallon i përgatitur për të shpërthyer, por ajo që pa e befasoi. Mirela Hoxha nuk ishte ajo që ai priste. Imagjinonte dikë mizore, llogaritse, me vështrim të ashpër. Por gruaja e ulur në divan ishte tepër e dobët, tepër e lodhur, me rroba të vjetra dhe të njollosura. Ishte rreth 40 vjeçe, por dukej 60. Duart i dridheshin në prerë. Ju jeni Artan Basha? Pyeti ajo, me zë të ngjirur. Jam. Dhe ti je Mirela që keq trajtove mbesën time. Ajo u mblodh, sikur të kishte marrë një shuplak. Syt i u mbushën me lodh. E di që më urreni. Dhe keni të drejtë. Kam bërë gjëra të tmerrshme. Por duhet të flas, duhet të tregoj të vërtetën para se të jetë tepër vonë. Artani kryqëzoi krahët duke mbajtur distancë. Atëherë fol. Mirela mori frym thellë, duart i shtrëngonin një çantë të vjetër në prerë. Kur prifti më kërkoi, isha e dëshpëruar. Sapo kisha humbur punën, kisha borxh qiran, nuk kisha si të paguaja faturat. Ai tha se do të merrja 50.000 lekë në muaj për t'u kujdesur për një vajzë. Dukej si një mrekulli. Në fillim u përpoqa. Betohem që u përpoqa. Laura ishte e vogël, e qetë, nuk të hapte punë. Por parat kur nuk mjaftonin. Kisha borxhe të vjetra, fajdexhin që më kërkonin dhe 50.000 lekët zhdukeshin para fundit të muajit. Fillova të kurseja tek ajo që ishte për Laurën. Më pak ushim, më pak rroba, më pak gjithçka. Dhe kur ajo qante, kur kërkonte nënën, unë zemërohesha. Zemërohesha me veten, me situatën dhe përfundoja duke e shfryrë tek ajo. Ti le një fëmijë të vuante nga uria, tha Artani, zëri i akull. E ke goditur? Mirela uli kokën, e turpëruar. Bërtisja.
E shtyja kur më dilte para. Por kur nuk e kam goditur për ta lënduar. E di që kjo nuk më justifikon. E di që ajo që bëra ishte e tmerrshme. Por duhet të kuptoni, unë po fundosesha. Dhe kur Besa vdiq, u panikova. Sepse parat do të ndalonin. Dhe nuk dija çfarë të bëja me Laurën. Pse e çove në mordh? Sepse Besa kishte lënë një letër edhe me mua. Duke më kërkuar ta çoja Laurën te ju. Por kisha frikë. Frikë se mos ju bënit pyetje, se mos zbuloje si e kisha trajtuar. Kështu që e lash në derë dhe ika. Mendova se dikush do ta merrte, se dikush do të bënte atë që unë nuk e bëra. Artani ndjeu neveri. Neveri për Mirelën, neveri për gjithë situatën. Por një pjesë e tij, pjesa që po përpiqej të kuptonte gjithçka, bëri pyetjen e duhur. Pse je këtu tani? Pse erdhe të më tregosh këtë? Sepse dikush më kërkoi. Dikush më ofroi para për të gënjur. Për të thënë se Laura nuk është vajza e Besës, se është një mashtruese, se unë e kam marrë nga dikush tjetër dhe po përpiqem t'i bëj një grusht shteti familjes suaj. Artani u tensionua. Kush? Mirela nxori një letër nga çanta. Një çek. Në vlerën e 1.000.000 lekëve. I firmosur nga Ilir Basha. Ai më ofroi këtë për ta zhdukur Laurën. Tha se do të më jepte edhe 500.000 lekë më vonë nëse e mbaja historinë. Por unë kam bërë mjaft gabime. Nuk do t'ja bëj këtë një fëmije. Jo përsëri. Ajo ia dha çekun Artanit. Ai shikoi letrën, firmën e kushëririt. Iliri nuk ishte dorëzuar. Ende po përpiqej ta fshinte Laurën, ende ishte i gatshëm të paguante çdo çmim për të mbrojtur atë që mendonte se ishte e tij me të drejtë, trashëgimia e familjes. Ti do të dëshmosh kundër ti, tha Artani. Do të firmosësh një deklaratë për gjithçka. Dhe për Laurën, për mënyrën si e trajtove. Do ta bëj. Bëj çdo gjë për të provuar të rregulloj atë që kam bërë. E di që nuk ka rregullim, por duhet të provoj. Artani thiri besnikun, i cili erdhi menjëherë me letra dhe dëshmitar. Mirela tregoi gjithçka përsëri, këtë herë e regjistruar zyrtarisht. Foli për pagesat, për kushtet në të cilat jetonte Laura, për kërcënimet e Ilirit. Dhe kur mbaroi, dukej 10 kilogram më e lehtë, sikur pesha e fajit t'i ishte hequr pjesërisht nga supet. Pasi ajo doli, Artani mbeti vetëm në sallon. Shikoi çekun prej 1.000.000 lekësh. 1.000.000 për të fshirë një fëmijë nga ekzistenca. Sikur një jetë të mund të kishte çmim. Sikur Laura të ishte mall, jo njeri. Ai shkoi në dhomën ku flinte Laura. Qëndroi në derë duke vëzhguar. Ajo flinte e përqafuar me një arush që i kishte dhënë teto Liria. Për herë të parë, dukej vërtet në paqe. Nuk kishte makthe, nuk zgjoi e trembur. Më në fund po fillonte të ndjente se aty ishte e sigurt. Dhe Artani bëri një premtim tjetër. Nuk do ta mbronte vetëm Laurën. Do t'i bënte të gjithë ata që u përpoqën ta fshinin të paguanin. Do të përdorte çdo provë, çdo deklaratë, çdo dëshmi për të siguruar që ajo jo vetëm të njihej, por të respektohej. Dhe që ata që u përpoqën ta shkatëronin të mos kishin më kurrë pushtet mbi askën. Por ende mungonte një pjesë në puzle. Diçka që Besa kishte shkruar në letër dhe që Artani nuk e kishte kuptuar herën e parë. Ai mori letrën e zhubravitur që ruante në sirtar, e rilexoi me vëmendje. Në fund, pasi i kërkonte të kujdesej për Laurën, kishte një rresht të çuditshëm. Nëse një ditë do të duash të kuptosh pse i bëra të gjitha këto, kërko kutin blu. Është aty ku filloi gjithçka. Aty ku filloi gjithçka. Artani mendoi. Shtëpia e Besës. Shtëpiza e thjesht ku ajo jetoi vitet e fundit. Ai kur nuk kishte shkuar atje pas vdekjes së saj. Nuk kishte pasur guxim. Por tani i duhej. Të nesërmen, mori adresën nga besniku dhe shkoi atje. Ishte një shtëpi e vjetër 2 katëshe në një lagje punëtore ku shtëpit ishin ngjitur me njëra tjetrën. Dera ishte e mbyllur, por Artani kishte çelësat që spitali ja kishte kthyer. Hyri ngadalë, sikur po pushtonte një hapësirë të shenjtë. Shtëpia mbante erë myku dhe vetmije. Kishte pak mobilje, të gjitha të vjetra dhe të konsumuara. Por ishte e pastër, e rregull. Besa mund të ketë qenë e varfër, por kishte dinjitet.
Artani eci në për dhomat e vogla, zemra e shtrënguar. Këtu kishte jetuar motra e tij. Këtu ajo gatuante, flinte, qante. Këtu ajo rriti Laurën në vitet e para se t'i duhej t'i dorëzonte Mirelës. Në dhomë, si për një dollapi, Artani gjeti një kuti këpucësh blu. E hoqi me kujdes, u ul në shtrat dhe e hapi. Brenda kishte foto. Shumë foto. Besa shtatzën, duke buzëqeshur para kamerës. Besa me Laurën foshnjë në krah. Besa dhe Laura në lulishte, në park, në pastiqeri. Në të gjitha fotot, të dyja ishin të lumtura. Kishin pak, por kishin njëra tjetrën. Por kishte më shumë. Letra. Letra që Besa i kishte shkruar Laurës, por kur nuk ja kishte dorëzuar. Letra që shpjegonin pse i duhej të punonte kaq shumë, pse ndonjëherë nuk mund të ishte e pranishme, pse jeta ishte e vështirë. Dhe në fund të kutisë, një zarf i vulosur me emrin e Artanit. E hapi me duar që i dridheshin. Brenda, një letër e gjatë. Shkrimi i Besës, ai shkrim që ai e njihte që fëmijë. Dhe çdo fjalë ishte një rrëfim, një kërkesë falje e vonuar, një shpjegim që ajo kur nuk pati guxim ta jepte gjatë jetës. Artan, nëse po e lexon këtë, është sepse nuk pata guxim të tregoja personalisht. E di që do të jesh i zemëruar. Do të duash të dish pse e fsheha Laurën, pse nuk kërkova ndihmë. E vërteta është e thjeshtë dhe e dhimbshme, kisha turp. Turp që u dashurova me një burr të martuar. Turp që besova në premtimet e tij. Turp që mbeta shtatzën dhe ai më ofroi para për të zgjidhur problemin, sikur vajza jon të ishte një problem për t'u eliminuar. Unë i refuzova paratë. E mbajta Laurën. Por pastaj kuptova se të rrisësh një fëmijë vetëm është e pamundur kur mezi arrin të mbash veten. Të kërkova disa herë. Të telefonova, të dërgova mesazh. Por ti ishe gjithmonë i zënë, gjithmonë në mbledhje, gjithmonë me diçka më të rëndësishme. Dhe sa herë që thoje se do të flisnim më vonë, unë bindesha më shumë se nuk isha prioritet. Se ne ishim rritur në botë të ndryshme. Ti në perandorin tënde, unë në luftën time të përditshme. Kështu që pranova ndihmën e priftit. Ja dorëzova Laurën Mirelës gjatë ditës, punoja derisa nuk duroja më, e merja përsëri natën. Ishte një rutinë raskapitse, por kjo ishte ajo që kisha. Derisa u sëmura. Dhe atëherë gjithçka u shem. Doja të kisha qenë më e mirë, Artan. Doja të kisha qenë më e fortë. Por bota është mizore me gra si unë. Adriani vazhdoi jetën e tij, duke ndërtuar perandorin, duke buzëqeshur në foto me gruan. Dhe unë mbeta këtu, duke u përpjekur të mbjetoja, duke rritur vajzën tonë vetëm. Tani që po iki, pendimi im më i madh nuk është që pata Laurën. Është që nuk luftova më shumë që ti ta njihje. Sepse ajo ka nevojë për familje, Artan. Ka nevojë të di se është e dashur, se ka vlerë, se nuk është një gabim apo një problem. Dhe unë besoj se ti, pavarësisht gjithçkaje, do t'ja japësh këtë. Do të jesh daja që unë kur nuk të lash të ishe. Do të jesh familja që ajo meriton. Fale motrën që të shgënjeu. Dhe kujdesu për vajzën time. Me dashuri dhe mall, Besa. Artani mbaroi së lexuari me fytyrën e lagur nga lotët. E palosi letrën me kujdes, e vendosi përsëri në zarf. Qëndroi ulur në shtratin e motrës, në heshtjen e asaj shtëpie të vogël dhe më në fund e lejoi dhimbjen të vinte. Qau për Besën, për jetën e vështirë që ajo pati. Qau për Laurën, për vitet e vuajtjes. Dhe qau për veten, për mundësitë e humbura, për telefonatat pa përgjigje, për krenarinë dhe verbërinë që e penguan të shite se motra po fundosej. Kur më në fund u ngrit, ishte tashmë vonë. Dielli po perëndonte, duke pikturuar qiellin me portokalli përmes dritares së ndotur. Artani mori kutin blu, ruajti gjithçka me kujdes. Ato kujtime i përkisnin Laurës. Një ditë, kur ajo të ishte gati, ai do t'ja jepte të gjitha. Fotot, letrat, provën se nëna e deshi deri në fund. Mbylli shtëpinë dhe u kthye në makinë. Besniku i telefonoi gjatë rrugës. Artan, Adriani do të negociojë. Është i gatshëm ta njohë Laurën ligjërisht dhe të paguajë gjithçka që i detyrohet. Por ka kushte. Çfarë kushtesh? Ai do që gjithçka të jetë diskrete. Pa media, pa skandal. Dhe do që Laura të përdorë mbiemrin Basha, jo Kosta.
Artani ndjeu zemërimin të kthehej. Ai do të jetë baba vetëm në letër. Do kredin pa përgjegjësinë. Ka frikë se mos e merr vesh gruaja. Ka frikë nga fëmijët e tjerë. Po përpiqet të kontrollojë dëmin. Thuaj se ka kohë deri të premten. Nëse nuk i firmos letrat deri atëherë, unë i çoj të gjitha në media. Çdo provë, çdo deklarat, çdo bisedë të regjistruar. Dhe atëherë nuk do të jetë vetëm martesa e tij që do të marrë fund. Do të jetë gjithë reputacioni. Artani e mbylli telefonin. Udhëtoi nëpër rrugët e Tiranës duke ndjer peshën e gjithçkaje që kishte zbuluar. Një komplot heshtjesh. Çdo person i përfshirë kishte justifikimin e tij, motivin e tij. Por në fund, të gjithë kishin bërë të njëjtën zgjedhje, të mbronin veten në vend që të mbronin një fëmijë të pambrojtur. Dhe më e keqja ishte të dije se, në një farë mënyre, edhe ai kishte qenë pjesë e kësaj. Sepse ignoranca e zgjedhur është bashkëfajësi. Dhe ai kishte zgjedhur të mos shihte, të mos pyeste, të mos përfshihej në jetën e komplikuar të motrës. Por kjo do të ndryshonte. Ai do të rregullonte atë që ishte thyer. Do të bënte drejtësi për Besën dhe për Laurën. Do të siguronte që askush tjetër në familje të mos mund t'i trajtonte njerëzit si të hedhshëm. Kur arriti në shtëpi, Laura ishte zgjuar, e ulur në sallon me teto Lirin. Të dyja po ndërtonin një puzle. Laura ngriti syt kur ai hyri dhe për herë të parë që kur u njohën buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, e ndrojtur, por e sinqertë. Përshëndetje, Daj, tha ajo. Daj. Ishte hera e parë që e thërriste kështu. Dhe ajo fjalë e thjesht theu diçka brenda Artanit. Ai u ul, u bë në lartësinë e saj. Përshëndetje, Laura. Si e kalove ditën? Mirë. Teto Liria më mësoi si të bëj toptha çokoladate. Vërtet? Dhe dolën të shishëm? Ajo tundi kokën, syt i shkëlqenin. Dhe ruajta një për ty. Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi nga emocioni. Mori topthin e çokoladës që ajo i ofroi, e hëngri ngadalë duke shijuar çdo copë. Nuk ishte ëmbëlsira më e mirë në botë. Ishte pak e shtrembër, me shumë sheqerka. Por ishte topthi i çokoladës më i rëndësishëm që kishte ngrënë ndonjëherë. Sepse ishte i pari që mbesa e tij kishte bërë për të. Ishte fillimi i diçkaje të re mes tyre. Është i shkëlqyer, tha ai. Topthi më i mirë që kam ngrënë ndonjëherë. Laura buzëqeshi përsëri, më hapur këtë herë. Dhe në atë moment, Artani e dinte se gjithçka do të shkonte mirë. Nuk do të ishte e lehtë, nuk do të ishte e shpejtë. Por do të shkonte mirë. Sepse tani ai kishte diçka që kur nuk e kishte pasur më parë, një arsye të vërtetë për të luftuar. Nuk ishte për para, nuk ishte për kompani, nuk ishte për reputacion. Ishte për të. Për Laurën. Për familjen. E premtja erdhi. Artani u zgjua më herët se zakonisht, stomaku i mbledhur nga ankthi. Ishte dita e afatit që i kishte dhënë Adrian Kostës. Dita kur gjithçka do të përcaktohej. Veshi kostumin me kujdes, verifikoi dokumentet që besniku kishte përgatitur, mori frym thellë. Sot nuk bëhej më fjalë për biznes. Bëhej fjalë për drejtësi. Laura ishte në sallon duke ngrënë mëngjes me teto Lirin kur ai doli. Ajo kishte filluar shkollën javën e kaluar dhe, pavarësisht frikës fillestare, po përshtatej. Kishte bërë 2 miq, një vajzë të quajtur Sofia dhe një djalë të quajtur Pjetër. Për herë të parë në jetë, kishte miq të vërtet, njerëz të moshës së saj që e shihnin si të barabartë, jo si problem. Mirupafshim, Daj, tha ajo, duke tundur dorën plot me reçel. Mirupafshim, vogëlushe. Sot pasdite do të bëjmë diçka të bukur bashkë. Ti zgjedh. Sytë e saj shkëlqyen. Vërtet? Çdo gjë, premtoi ai duke buzëqeshur. Kur arriti në zyrë, besniku tashmë po priste me fytyrë serioze. Ai po vjen. Por po sjell avokat. Sigurisht që po, u përgjigj Artani, pa u tronditur. Frikacak deri në fund. Gjysmë ore më vonë, Adrian Kosta hyri në sallën e mbledhjeve. Ishte më i dobët, sytë i kishte të futur brenda, qëndrimi i tensionuar. Solli 3 avokat pas, të gjithë me dosje plot dhe shprehje profesionale. Por Artani dinte ta njihte frikën kur e shite. Dhe Adriani ishte i tmerruar.
Mirë mëngjes, tha Artani duke treguar karrige. Le ta zgjidhim këtë sot. Adriani u ul, avokatët përreth. Ai nuk e shikonte drejt për drejt Artanin, i mbante syt në tavolinë. Kam ardhur të bëj atë që është e drejtë, filloi ai, zëri i kontrolluar por që i dridhej në cepat e fjalëve. Jam i gatshëm ta njoh Laurën. Do të paguaj pension retroaktiv, do të marr të gjitha përgjegjësitë financiare. Por duhet të kuptosh pozicionin tim. Kam një familje, kam një reputacion. Kjo nuk mund të kthehet në cirk. Artani u përkul përpara, syt të ngulitur tek Adriani. Pozicionin tënd? Ti do të flasësh për pozicion? Ti braktise një fëmijë para se të lindte. I ofrove parabesës për t'u hequr qafe. Dhe kur ajo refuzoi, ti thjesht u zhduke. E le motrën time të rriste vajzën tënde vetëm në varfëri, pa mbështetje, pa asgjë. Dhe tani do të negociosh kushte sikur po mbyll një kontratë tregtare? Një nga avokatët u përpoq të ndërhynte. Zoti Basha, le të ruajmë qytetarinë. Jemi këtu për të gjetur një zgjidhje që i shërben fëmijës. Fëmia ka emër, e preu Artani, zëri i mpreh. Është Laura. Dhe ajo nuk është një problem për t'u zgjidhur. Është një person që meriton të ketë baba. Një baba të vërtet, jo vetëm një emër në certifikat. Adriani më në fund ngriti syt. Dhe për herë të parë, Artani pa diçka të vërtet aty. Nuk ishte vetëm frikë. Ishte faj, pendes, keqardhje. E di që e prisha gjithçka, tha Adriani, zëri i thyej. E di që nuk ka justifikim. Isha i martuar, kisha fëmijë, kisha përgjegjësi. Kur Besa më tregoi për shtatzënin, u panikova. Nuk mendova drejt. Vetëm doja që problemi të zhdukej. Dhe tani ajo ka vdekur dhe unë nuk mund ta rregulloj. Nuk mund t'i kërkoj falje asaj. Vetëm mund të përpiqem të bëj të drejtën për Laurën. Atëherë bëje, tha Artani. Por jo sipas mënyrës tënde. Sipas mënyrës së duhur. Nije ligjërisht. Jepi mbiemrin Kosta. Prezantoje me fëmijët e tjerë. Me gruan tënde. Trego të vërtetën. Të gjithë të vërtetën. Adriani u zbardh. Artan, ti e di që kjo do të shkatërrojë martesën time. E çfarë pastaj? Ti mendon se më intereson martesa jote? Ti shkatërrove jetën e motrës sime. Shkatërrove fëmijërinë e vajzës tënde. Dhe do që të kem mëshirë për gruan tënde? Për reputacionin tënd? Avokatët shkëmbyen vështrime të sikletosur. Njëri prej tyre provoi përsëri. Zoti Basha, ndoshta mund të gjejmë një rrugë të mesme. Njoja ligjore pa ekspozim publik. Pensioni retroaktiv dhe i ardhshëm, por me diskrecion. Do të ishte më mirë për të gjithë, përfshirë vajzën. Artani u ngrit. Eci drejt dritares, shikoi Tiranën poshtë. Mendoi për Laurën në shkollë në atë moment, duke u përpjekur të mësonte të ishte fëmijë. Mendoi për Besën në shtëpizën e varfër, duke punuar derisa trupi nuk i duronte më për t'i dhënë dinjitet së bijës. Mendoi për sa herë ai vetë kishte zgjedhur rrugën më të lehtë, zgjidhjen më të përshtatshme. U kthye përsëri nga Adriani. Do të jap një mundësi. Ti bën pikërisht atë që thash, njohje të plot, mbiemrin Kosta, prezantim me familjen. Dhe në këmbim, unë nuk e çoj asgjë nga kjo në media. E mbaj gjithçka diskrete. Historia do të qarkulloj në familje, por nuk do të dalë jashtë. Do të kesh kohë ta tregosh sipas mënyrës tënde, të përgatisësh gruan, fëmijët. Por duhet të jetë e vërteta. E gjitha. Pa lëshime, pa gjysmë fjalësh. Dhe nëse refuzoj? Artani vuri një ysëbën në tavolinë. Këtu është gjithçka. Deklarata, prova pagesash, biseda të regjistruara, dëshmi. Besniku ka kopje. Nëse nuk i firmos këto letra deri në fund të ditës, unë ja dorëzoj këtë 3 gazetave të ndryshme nesër në mëngjes. Dhe atëherë nuk do të kesh asnjë kontroll se si do të tregohet historia. Adriani shikoi usbën sikur të ishte një granatë. Mori frym thellë, shikoi avokatët. Ata tundën kokën, të dorëzuar. Ai e kishte humbur luftën para se të fillonte. Në rregull, tha ai, zëri i doli me mundim. I firmos. Bëj gjithçka. Vetëm më jep kohë. Duhet të flas me gruan time së pari.
Duhet të përgatis fëmijët e mi. Ke një javë, ra dakord Artani. Një javë për të treguar gjithçka. Dhe në fund të kësaj jave, ti vjen këtu me Laurën të pranishme, firmos dokumentet dhe pranon zyrtarisht se je babai i saj. Dhe nëse mungon, nëse përpiqesh të ikësh, nëse shpik justifikime, unë i aktivizoj të gjitha. Adriani tundi kokën, i mundur. U ngrit, avokatët mblodhën dosjet. Në derë, ai ndaloi, u kthye. Laura, ajo është një vajzë e mirë. Artani ndjeu dëshirën të mos përgjigjej, ta linte me dyshimin. Por mendoj se Laura meritonte që babai të dinte kush ishte ajo. Ajo është e mrekullueshme. Është e fortë, guximtare, e sjellshme. Ka kaluar në gjëra që do të shkatëronin të rriturit dhe prapse prap arrin të buzëqesh. Ajo është shumë më e mirë se sa meriton secili prej nesh. Adriani tundi kokën, sytë e lagur. Doli pa fjalë të tjera. Pasi ai iku, besniku pshërtiu me zë të lartë. Ti e di që kjo ende mund të shkoj keq, apo jo? Ai mund t'i tregoj gruas dhe ajo mund ta bindë të luftoj. Mund të kthehet në një luftë për kujdestarin, për atën e të kontestuar, për nuk do të ndodh, e ndërpreu Artani. Ai është i lodhur së gënjyri. E pash në sytë e tij. Ai do ta rregulloj, edhe pse vonë. Do të bëj gjën e duhur. Dhe nëse nuk e bën, atëherë ne e shkatërrojmë. Kaq e thjesht. Artani u kthye në shtëpi më herët se planifikuar. Donte të kalonte pasditën me Laurën siç kishte premtuar. Kur arriti, ajo ishte tashmë gati, me një fustan të ri që i kishte bler Teto Liria, flokët e krejur me një rreth roz. Ku do të shkojmë? Pyeti ajo, duke kërcyer nga gëzimi. Ti zgjedh. Park? Qendër tregtare? Kinema? Laura mendoi, fytyra e vogël serioze. Dua të shkoj në pastiqeri. Tek ajo që ka atë akulloren me shumë ngjyra. Artani buzëqeshi. Akullore me ngjyra. Ishte një kërkesë kaq e thjeshtë, kaq fëminore. Një kërkesë që Laura ndoshta kur nuk kishte pasur mundësi ta bënte më parë. Shkuan në pastiqerin më të famshme të zonës, atë plot me shije të çmendura dhe mbulesa të egzageruara. Laura shikonte gjithçka me sy të zgurdulluar, sikur të ishte në një vend magjik. Kërkoi 3 topa me shije të ndryshme, pana, sheqerka dhe një qershi sipër. Hëngri ngadalë, duke shijuar çdo lugë, duke lëpir buzët për të mos humbur asgjë. Artani e vëzhgonte, gjoksi i shtrënguar nga emocioni. Si mund të kishte kaluar një fëmijë 5 vjet pa këtë? Pa akullore, pa park, pa gjëra të thjeshta që çdo fëmijë duhet të ketë. Dhe sa Laura të tjera ekzistonin aty jashtë, të padukshme, të harruara, duke jetuar në periferi ndërsa bota vazhdonte indiferente? Daj, tha ajo pa pritur, serioze. Mund të bëj një pyetje? Mundesh. Çdo pyetje. Pse nuk më njihje më parë? Pse nuk të shija kur shija nënën time? Artani e ndjeu pyetjen si një grusht. Ishte pyetja më e drejtë dhe më e dhimbshme që ajo mund të bënte. Ai mori frym thellë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Sepse unë isha një daj i keq. Isha shumë i zënë me punën time, me gjëra që mendoja se ishin të rëndësishme. Dhe nëna jote, ajo kishte turp të kërkonte ndihmë. Mendonte se do të më shqetësonte. Kështu që ne u larguam. Dhe unë nuk e kuptova në kohë se po ju humbisja të dyjave. Por tani e kuptova. Dhe nuk do ta lë më të ndodhë. Laura mendoi për këtë, duke lëpir akulloren. Ti ishe si babai që unë kur nuk e pata. Artani puliti syt, i befasuar nga pyetja. Si kështu? Nëna ime tha një herë se babai im nuk mund të ishte me mua. Se ai ishte tepër i rëndësishëm. Tepër i zënë. Unë gjithmonë e imagjinoja se ai ishte si ti. I pasur, me pallate të mëdha dhe makina të bukura. Dhe se ai nuk më donte sepse unë nuk isha e rëndësishme. Artani ndjeu botën të shembej. Uli akulloren e tij, mori duart e vogla të Laurës në të tia. Laura, më dëgjo. Ti je e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Ajo që ndodhi nuk ishte faji yt. Ishte faji i të rriturve. Ishte faji im, i nënës tënde që kishte frikë të kërkonte ndihmë, i babait tënd që ishte frikacak. Por kur nuk ishte faji yt.
ti meriton dashuri, meriton familje, meriton gjithçka të mirë që bota mund të javë. Dhe unë do të kaloj pjesën tjetër të jetës duke u përpjekur të kompensoj kohën e humbur. Në rregull? Ajo tundi kokën, sytë e mëdhenj dhe serioz. Pastaj pyeti diçka që Artani nuk e priste. Do ta njoh baban tim? Artani hezitoi. Nuk donte të gënjente, por gjithashtu nuk e dinte nëse ishte koha për t'i treguar gjithçka. Do ta njohësh. Së shpejti. Ai do të njohë. Thjesht po përgatitet të bëj gjërat siç duhet. Ai është i mirë. Artani mendoi për Adrianin, për burrin e thyrë që kishte parë në zyrë më herët. Ai ka bërë gabime. Gabime të mëdha. Por mendoi se do t'i rregulloj. Dhe kur ta njohësh, ti do të mund të vendosësh vetë nëse do ta kesh në jetën tënde apo jo. Nuk do të detyroj për asgjë. Laura u kthye tek akulloria, mendueshëm. Artani e vëzhgoi dhe kuptoi diçka të pabesueshme. Ajo po procesonte gjithçka me një pjekuri të frikshme. Ishte 5 vjeçe, por tashmë kishte mësuar mësime që disa të rritur kur nuk i mësojnë. Për braktisjen, për faljen, për shanset e dyta. Në ditët që pasuan, jeta fitoi një rutinë më të qëndrueshme. Laura shkonte në shkollë çdo mëngjes, kthehej me histori për atë që kishte mësuar, për lojrat në pushim, për mësuesen e mirë që lexonte histori qesharake. Teto Liria gatuante pjata që Laura kur nuk i kishte provuar, i mësonte këngë të vjetra, i jepte atë dashurinë e gjyshes që vajza kur nuk e kishte pasur. Dhe Artani, për herë të parë në jetë, dilte nga puna herët për të qenë në shtëpi në kohën e darkës. Për të ndihmuar me detyrat. Për të parë filma vizatimor. Për të qenë thjesht i pranishëm. Familja filloi të përshtatej me realitetin e ri gjithashtu. Zonja Tefta u kthye disa herë dhe çdo vizitë ishte pak më pak e tensionuar, pak më e sinqertë. Ajo i sillte dhurata Laurës, i tregonte histori për Besën kur ishte fëmijë dhe pak nga pak po ndërtonte urën që duhej ta kishte ndërtuar vite më parë. Disa kushërinj që kishin qenë skeptik në fillim erdhën ta njihnin Laurën dhe u larguan të magjepsur. Ishte e pamundur të mos e doje, mënyrën e ëmbël si fliste, mënyrën kureshtare si pyeste për gjithçka. Iliri u pushua zyrtarisht nga puna dhe po përballej me procese për shpërdorim fondesh. Valbona u largua e turpëruar, por Artani e dinte se një ditë do t'i duhej të bënte një bisedë serioze edhe me të. Për përgjegjësinë, për familjen, për të bërë gjën e duhur edhe kur është e papërshtatshme. Dhe pastaj erdhi dita. Një javë pas takimit, Adrian Costa kërkoi të caktonte një takim. Jo në zyrën e ftohtë të zakonshme, por në një vend neutral, të qetë. Një kafe e vogël në zonën e liçenit artificial, me tavolina në trotuar dhe lëvizje të moderuar. Artani e mori Laurën duke i shpjeguar me kujdes se kë do të takonte. E mban mend që thash se baba yt do të takonte? Ai po na pret sot. Laura qëndroi e qetë në makinë gjatë gjithë rrugës. Nervoze, por jo e tmerruar. Artani e mbajti për dore kur hyn në kafe. Adriani ishte tashmë aty. I ulur në një tavolinë në cep, duke lëvizur celularin me duar që i dridheshin. Kur pa Artanin dhe Laurën të hynin, u ngrit. Fytyra ishte ndryshe, më e lehtë, sikur të kishte hequr një peshë. Përshëndetje, tha ai, zëri i doli i ngjirur. Përshëndetje, u përgjigj Artani. Laura, ky është Adriani. Baba yt. Laura e shikoi duke e studiuar. Adriani u ul duke u bërë në lartësinë e saj. Përshëndetje, Laura. Unë jam baba yt. Dhe më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq që nuk kam qenë këtu më parë. Që nuk të kam njohur, që të kam lënë ty dhe nënën tënde vetëm. Kam gabuar. Shumë. Dhe e di që falja nuk mjafton. Por dua të provoj. Dua të jem baba i vërtet, nëse ti më lejon. Laura vazhdoi ta shikonte, pa folur. Artani u tensionua, gati të ndërhynte nëse ajo do të friksohej. Por pastaj ajo tha diçka të thjeshtë dhe shkatëruese. Ti dukesh i trishtuar. Adriani puliti syt, i befasuar. Jam i trishtuar. Shumë i trishtuar. Për gjithçka që kam humbur. Për gjithçka që ti ke humbur. Edhe nëna ime ishte e trishtuar. Ajo qante natën duke menduar se unë flija. Dhe unë doja ta rregulloja, por isha shumë e vogël.
Adriani ndjeu lotët t'i binin pa kontroll. Aty ishte vajza e tij, një vajzë 5 vjeçare që ai e braktisi dhe ajo kishte mëshirë për të. Po tregonte më shumë empati se sa ai kishte treguar ndonjëherë për të. Ti do të ulesh me mua? Të pim një lëngë? Do të doja shumë të njihja më mirë. Laura shikoi Artanin. Ai tundi kokën. Ajo atëherë u ul, duke lënë Adrianin t'i tërhiqte karrigen. Artani qëndroi në një tavolinë ngjitur, mjaftueshëm afër për të ndërhyrë nëse ishte e nevojshme, mjaftueshëm larg për t'u dhënë hapësirë. Për një orë, Adriani dhe Laura biseduan. Në fillim ishte e vështirë, plot pauza të sikletshme. Por pak nga pak, Adriani filloi të bënte pyetjet e duhura. Për shkollën, për miqt, për gjërat që i pëlqenin. Dhe Laura, e kujdesshme por kurioztare, po përgjigjej. Tregoi për akulloren me ngjyra, për teto lirin, për topthat e çokoladës që kishte bërë. Kur biseda mbaroi, Adriani ishte ndryshe. Më njerëzor, më i vërtetë. Ai u përshëndet me Laurën me kujdes, duke premtuar se do të kthehej, se do të ishte i pranishëm. Pasi Laura shkoi me teto lirin të blinte një libër në librarinë ngjitur, Adriani mbeti me Artanin. I tregova gruas sime, tha ai. Ishte biseda më e vështirë e jetës sime. Ajo është e dërmuar, e zemëruar, e lënduar. Por nuk kërkoi divorc. Tha se i duhet kohë. U tregova edhe fëmijëve të mi. Ata janë të hutuar, por janë djemë të mirë. Do ta pranojnë Laurën përfundimisht. Dhe ti? Si je? Adriani pshertiu. Ndihem i lirë. Për herë të parë në 5 vjet nuk e mbaj këtë peshë. E di që nuk e ndryshon atë që bëra. E di që nuk e fshin vuajtjen. Por të paktën tani mund të shihem në pasqyrë. Do të duhet ta provosh, tha Artani. Nuk bëhet fjalë vetëm për të firmosur një letër. Bëhet fjalë për të qenë i pranishëm. Në ditëlindje, në shfaqje shkollore, në ditë të zakonshme. Bëhet fjalë për të ndërtuar besim. Dhe do të duhet kohë. Ndoshta vite. Ndoshta ajo kur nuk do të falë plotësisht. Por ti duhet të provosh. Do ta bëj, premtoi Adriani. Nuk do të heq dorë prej saj përsëri. Kur më? Muajt që pasuan ishin të një shërimi të ngadalt, por të vazhdueshëm. Laura filloi ta thërriste Artanin ndaj të vërtet, me atë tonin e familjaritetit dhe afeksionin. Adriani shfaqej çdo javë, gjithmonë në orar, gjithmonë duke sjell diçka të vogël, gjithmonë duke u përpjekur. Dhe Laura, pak nga pak, po i hapte hapësirë. Jo si babai që duhej të kishte qenë që në fillim, por si babai që po përpiqej të ishte tani. Shkolla u bë pjesë e rëndësishme e jetës së saj. Laura zbuloi se i pëlqente të vizatonte, se ishte e mirë në të treguar histori, se i bënte shokët të qeshnin. Mësuesja i komentoi Artanit se ajo kishte një potencial të madh, se i duhej vetëm mbështetje dhe stimulim. Dhe Artani ja dha këtë me bollëk, duke e regjistruar në kurse arti, duke i bler materiale, duke varur çdo vizatim të saj në frigorifer sikur të ishte vepër muzeu. Zonja Tefta u bë një prani e vazhdueshme, duke u shfaqur çdo të martë për ta marrë Laurën nga shkolla dhe për ta çuar për një ëmbëlsirë. Të dyja zhvilluan një lidhje të veçantë, të gjyshes dhe mbesës, plot me atë dashurinë që vjen me mençurinë e dikujt që ka gabuar dhe ka mësuar. Dhe Besa, që ishte larguar duke lënë kaq shumë gjëra pa zgjidhur, tani jetonte përmes historive që ata i tregonin Laurës. Për mënyrën si ishte gazmore, kokfort, guximtare. Për mënyrën si e deshi të bien me gjithçka që kishte, edhe kur kishte kaq pak. Laura do të rritej duke ditur se nëna nuk e braktisi. Se nëna luftoi derisa nuk mundi më. Dhe se e la në duar që, pavarësisht se u vonuan, më në fund po e mbanin siç duhet. Një të diel me diell, 6 muaj pas atij morti të përhim, Artani organizoi një drekë familjare. Zonja Tefta, Adriani dhe fëmijët e tij, disa kushërinj, teto Liria. Një rëmuj e këndshme njerëzish, qeshjesh, ushqimi të bollshëm. Laura ishte në mes të gjithçkaje, duke luajtur me gjysmë vëllezërit që sapo i kishte njohur, duke vrapuar nëpër sallon, duke qenë më në fund fëmijë. Artani e vëzhgonte nga larg, një gotë lëng në dorë. Besniku u afrua, duke u mbështetur në pragun e derës. Ja dole, tha ai. Ja dole t'i jepi një familje. Jo, e korrigjoi Artani. Ajo na dha ne një familje. Ajo na mësoi se çfarë është e rëndësishme vërtet.
Dhe ishte e vërtetë. Laura kishte ardhur si një zbulim i dhimbshëm, një turp i fshehur, një problem për t'u zgjidhur. Por ishte bërë qendra që i mbante të gjithë bashkë. Ishte bërë arsyeja që njerëzit krenar të mësonin për ulësinë, që njerëzit egoist të mësonin bujarinë, që njerëzit e zënë të mësonin praninë. Laura vrapoi drejt Artanit duke gulquar nga loja. Daj, Epe? Unë fitova në lojë. E pash. Je shumë e zonja. Ajo buzëqeshi, atë buzëqeshjen e gjerë dhe të sinqert që tani shfaqej shpesh. E di çfarë po mendoja? Kur të rritem, dua të bëhem si ti, dua të ndërtoj pallate edhe unë. Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Jo nga trishtimi, por nga krenaria. Ti do të bëhesh më e mirë se unë. Shumë më e mirë. Dhe unë do të jem këtu për ta parë. Ajo e përqafoi dhe u kthye me vrap në lojë. Artani mbeti aty duke parë atë skenë kaotike dhe të bukur të një familjeje të papërsosur por të vërtetë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Natën, pasi të gjithë ikën dhe Laura ishte në gjumë, Artani hyri në dhomën e saj. Qëndroi në derë duke vëzhguar. Ajo flinte e përqafuar me Arushin, fytyra e qetë, pa makthe. Në komodinën ngjitur një foto e re, Laura, Artani dhe Teto Liria, të gjithë duke buzëqeshur para kamerës. Një familje e ndërtuar jo në gjak, por në zgjedhje. Në vendimin e përditshëm për të qenë i pranishëm, për të dashur, për të mbrojtur. Artani u afrua, i rregulloi batanien, i puthi ballin me kujdes për të mos e zgjuar. Dhe pëshpëriti, siç bënte çdo natë që kur ajo erdhi. Natën e mirë, vogëlushe. Ti je e sigurt. Ti je e dashur. Dhe ti gjithmonë do të kesh një shtëpi këtu. Laura lëvizi pak, murmuriti diçka të pakuptueshme, u kthye në gjumë. Dhe Artani doli nga dhoma me zemrën plot, duke ditur se më në fund kishte arritur të bënte atë që motra i kërkoi në letër. I kishte dhënë Laurës atë që ajo gjithmonë e meritonte, një familje. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Laurës dhe Artanit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim shpengimi, familjeje dhe shansesh të dyta, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se kur nuk është vonë për të bërë gjën e duhur. Ju presim në episodin e ardhshëm.